kthyer në pjesën e dytë. Do të vijmë të flasim për veprimet e fundit të SPAK që kanë tronditur skenën politike. Folëm pjesën e parë nderuar të shikues, po folëm në një plan që informues më shumë. U përpoqëm të informonin çfarë ka ndodhur. Ndryrën që ka bërë SPAK për pezullimin e zonjës Balluku, dhe ne do të vijojmë ta shohim edhe politikisht këtë moment. Pra, nga njëra anë kemi pezullimin e Belinda Ballukut dhe nga ana tjetër hetimet për 21 janarin dhe paraqitjen e Sali Berishës. Pra, do të përpiqem të shkojmë dhe politikisht. Ju thash në fillim të emisionit në pjesën e parë që kam mendimet të ndryshme të juristët deri te ideja që ose vendimi që ndoshta është përcaktuar tani ne nuk e dim se jemi në emision, që Balluku do të shkojë ndoshta për ta mbrojtur këtë në gjykatën kushtetuese për arsyeën e sepse njëri nga avokatët e njohur dhe ne për shembull thoshte Manjani që ky duket edhe si një puç grusht shteti. Më thënë ide të tjerë thonë nuk është grusht shteti, por është një gjë e drejtë të gjitha, siç jemi ne tani, siç bëjmë diskutime dhe siç vijojmë të sillemi dhe të flasim. Pra, palët kanë qëndrime të ndryshme për SPAK-un. Këto do diskutojmë, por palët njëkohësisht kam qëndrime të ndryshme për veprimet që po kryen SPAK-u. Ja, t'i ndjekim qëndrimet e fundit të Belinda Ballukut dhe të Sali Berishës. Sinkron të lutem. Nuk do t'i gjoni kur nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re. Edhe kur preken personalisht. As lëvdata e himna, pasi besoj thellësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt i vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, është duke kryer misionin për të cilin u reformua. Nuk do më dëgjoni kur të merrem me prokuror e gjyqtar, nuk do prononcohem kur për çështjen nën hetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Ndaj, në respekt të plot të misionit të saj, nuk kam asnjë koment. Thirrja një njeriu për të dëshmuar në këtë institucion është procedura më normale, por ama nuk është procedurë publike. Jo, nuk është publike. Të thret, pyet, shkon. Kurse këta Dumani, Troplini mos thënë Dumani, pa marr unë njoftimin ja u shpërndau mediave nëpërmjet zyrës së shtypit në një akt të shëmtuar, duke dëshmuar se institucioni i tij është institucion banal propagandë socialiste. Të besosh se SPAK-u nuk do bëj hetim politik, do të thotë të tallesh me veten tënde. Se siç e shihni, SPAK-u bën hetime politike. SPAK-u është një repart i Partisë Socialiste kundër opozicës. Ka pret me aty që guxon SPAK-u të gozhdojë Edi Ramën për aktin më të dhunshëm në histori. Pra, si që ndoj që të nderuar të shikues, Belinda Balluku, një lloj si sillet mazhoranca, mban qëndrim që SPAK-u duhet respektuar dhe mbështetur, derisa dhe të shpreh dhe për mua pavarësisht do cili është qëndrimi të ajo. Ndërsa Sali Berisha konsideron institucion që bën hetime politike, siç e ndoqët, po vazhdimisht me këtë dy sjellje kemi. Një të vendosur nga mazhoranca në këtë mënyrë që mbron SPAK-un në gjitha fuqitë dhe thotë ato që ju dëgjonim gati çdo ditë, por dhe mazhoranca e opozitat të kundërtën e asaj. Rreth kësaj problematike ne do të bisedojmë duke mbatur parasysh dy ngjarjet e fundit, sidomos thirrjen sot në SPAK të Belinda Ballukut dhe pastaj edhe për 21 janarin për Sali Berishën. Rreth kësaj do të bisedojmë në këtë pjesë të emisionit. Andi Bushati prezoi faleminderit që do ndihmoni mbrëmjen e sot me pret, që them ju thash të dyve ju, që ti thuash faleminderit se ai nuk flet. Zoti Bushati, domethënë nuk thot. I them unë faleminderit e gjitha, por ai nuk ka. Ka një tundje koke, kështu që Ke parta që Arxhën Çerkor jo faleminderit juve, thot ai. O ç'ne faleminderit juve, ç'ne Jo, nuk kanë kohë njerëzit Arxhën. Mirë e thek. Jo, e them mirë këtë. Faleminderit Bushat që na. Po Nuk kam. Jo, ç'ne faleminderit. Tani faleminderit shumë edhe Denisi që
Relaksova situatën. Po, edhe zoti Panasoko. Faleminderit. Faleminderit. Tani, Belinda Balloku pezullohet nga detyra dhe i ndalohet dalja jashtë vendit. Ndaj saj sot rëndojnë 2 akuza për shkeljet barazisë në tendera. Ishte një, por e dyta është dyshim. Nësa të e para është akuzë, e dyta është dyshim për të shtuar dhe një akuzë tjetër. Për tenderin e unazës, për lotin e 4. A është ky sinjali se SPAK po vepron pa frikë ndaj niveleve më të larta të pushtetit? Si e mendon tani preç se këtu duket sikur është tijen e të drejtë Zotit duket, ë? Është sinjali i radhës nëse i qëndrojmë termi që ke zgjedhur, por për mua është shumë më shumë se sinjal, tashmë është një praktik. SPAK-u ka kohë që nuk tremet përballë kërkujt. Edhe ka një mori faktesh që e dëshmojnë këtë gjë. Është duke zbatuar atë që i kërkon ligji, mbi cilin është organizuar ky institucion që është sui generis. Gjithë e kemi pranuar, por është pranuar si sui generis për shkak të fenomenit korrupsionit në sistem dhe të pandeshkueshmërisë në sistem në Shqipëri prej shumë vite. Nuk është gjendur zgjidhje tjetër nga kërkush, dhe prandaj Venecia ka quajtur të SPAK-un si ky i duhet Shqipërisë. Ky është, si e themi në gjuhën popullore, është hunleshi që i duhet Shqipërisë. Në këtë vend lindi një gjë që s'ka frikë fare. E përcaktoi këtë gjë. Si lindi kjo thotë? Këtë armë, këtë mjet. Se këtu s'lind një gjë tillë kur. Këtë institucion, zoti Rakipi, Jo. e përcaktoi pikë së Kujdes pari fushat se hape madhësia e korrupsionit në Shqipëri. Korrupsion. Madhësia thua ti e E përcaktoi. përcaktoi reagimin, cili do ishte... Po këta që e shpikën e krijuan e drama këta të 140. Jo, ata votuan. Votuan, Ka dalë disa... Se pa e votuar ata i zbej. Ka pas një, se dalim nga tema, po s'du me dalë, ka pas një projekt për një reformë drejtësi nga Partia Socialiste, por 2 shtyllat e kësaj reforme që janë Vetingu dhe SPAK-u nuk kanë qenë përfshirë. Këto janë terma që janë fut më vonë nga bashkëpunimi me partnerët, kryesisht me partnerët amerikanë, të cilët kanë qenë bashkautor të draftimit, por edhe zbatimit. Janë sot e kësaj dite. Kjo është histori e gjatë, rrim të kjo që për cilën po flasim, pra SPAK-u është në detyrë. Dhe do vazhdoj të jetë në detyrë. Është në rregull, thua ti në detyrë. Dhe nuk e përsëris dhe një herë, pavarësisht se ka gjithmonë si mbash 4, mbash 3, mbash 5, ndalim, eci, ndalim, këto janë në fiziologjinë e funksionimit të çdo institucioni, por SPAK nuk ndalon para askujt që e ka bërë veten të hetohet dhe të akuzohet. Si shëmundur. Ai shkon paralel me gjykatën sigurisht, sepse SPAK-u pa gjykatën, domethënë s'mund bëj asgjë, është topall. Por SPAK-u ka një vlerë të madhe ylli, sepse SPAK-u ka normalizuar hetimin në sferat e larta, ajo që ka munguar. Dhe kur s'ka hetim, s'ka drejtësi. SPAK-u dhe kur e tepron, nuk e prish drejtësinë, sepse e korrigjon gjykata. Kurse kur s'ka hetim, është e prishur. Rofshi i thet gjitha këto, po do të themi një gjithë vogël fare që t'ja lë kolegëve. Shiko se interesant është. U lirua një njeri tani dhe kishte vetëm një akuzë dhe bëri 14 muaj më shumë nga SPAK-u, Olsi Bitri e ka? Olsen Bitri. Olsen Bitri. U lirua ai. Oltion Bitri. Oltion Bitri dhe bëri 14 muaj më pak, më shumë, burg. Tani kjo, shipo, të marrë shtetin ti të putush në burg dhe të bëj burg më shumë dhe ti nuk vërteton as akuzë asgjë. Ja ku e ke shikoj. Me qenë se ka ndodhur... Me ta futim këtu, s'po flasim tani, as për Belinda Ballokun, por kërë një polici nivelit lartë. Ky tani, zotri, u lirua tani dhe kishte bërë 14 muaj më shumë. Të thonë kompensim. Jo, dua të them që se lavdia që po ngret ti, pjedestali ku po e ngret ti, SPAK-un është edhe ky burri këtu, i cili ka bërë 14 muaj burg më shumë. Po të marrë një njeri poshtë, jo Belinda Ballokun, jo Ilir Metën, jo Sali Berishën, jo Dregjin, jo tjetrin. Po në Amerikan të nuk njerëzit me burgin përjetshëm. Ku? Po Donald Trumpi pse s'u dënohet? Si me burgin përjetshëm? Koto. Ka raste që drejtësia dhe gabon. Kjo s'do me thënë Ka gabuar dhe më shumë, por problemi është ky. Bravo, Denis. Shiko, unë një herë... Do me thënë me që ka raste që dënohen? Bravo.
Po të them që precedenti nuk është jashtëzakonshëm. Okej, e largoni figurën, dakor. Unë të ndryra për një moment fatesisht. Jo, dakor, është rast dhe unë sigurisht më vjen shumë mirë që personin fjalë ka dalë nga burgu sepse janë shqiptuar ku është akuzuar dhe për gjëra që s'qëndrojnë. Nuk e di a ka marrë pafasia, ka marrë vetëm me pjesë. Zotëri ka bërë 14 muaj në burg. Mos është bëri penduara. Nuk e di, por nëse e tha dhe Denisi. Se dim, jo. Ta mbaroj. Tha Denisi. Okej, ikim, po. Sigurisht që këtu, domethënë, ka dhe gabime. Domethënë, si i themi në shprehjen popullore, të hash bukë dhe mos bësh të rrime, kjo nuk mund të imagjinohet. Mirë, po ç'a ndodhi dhe pse unë ngulmoj të spaku? Se mos mendoj që mu më vje mirë, për shembull, dhe bile përkundazi i vje shumë keq kur për thërrimet. Jo, dënohen njerëz pa drejtësisht, ose shkon si më thënë dhe bari njohën për të thatin. Pra populli e ka thënë me kokë që shkoj dhe bari njohën për të thatin. Por po nënvizoj edhe një herë që neve na ka mungu hetimi. Kur s'ka hetim, s'ka drejtësi. Pra, atë kush e nxori? E nxori gjykata apo jo? Pra, edhe kur e tepron spaku, edhe kur gabon spaku, ka një institucion tjetër që bën drejtësinë që është gjykata. Dhe unë i shoft lidhur këto si hallkat një sistemi, nuk i shoft ndarave që veç. Ama dhe herë theksoj dhe që në qoftë se s'ka hetim, gjykata është si mulliri pa ujë, që nuk blun as i gjë. Prandaj e më shtes spakun. Nuk është se po i ngrej lavdi. Pushat ti pasi ndodhë të prove pak me atë që thej lavdi. Po jo tani. Jo lavdi. Po jo se po fole vetëm ti dhe unë, ti jeq të atë dhe... Unë njof edhe... Ti jeq të atë dhe ti largoj... Efektet spakut. Pushat tani ti ke patur një mendim tjetër për këti gjë tani. Tjetër e kam prapun. Po e ngriti... Tjetër e kam. Pjedestal preqi tani ti... Tjetër e kam. Ç'mendon se ka ndodhur pas saj të... Unë s'po merrem me këtë rastin bistri, si quhe ky, po merrem direkt me rastin Balluku për të qëndruar brenda këtij debati. Në pamje të parë duket sikur ka drejt preçi. Pra, sot që t'jemi korrekt me faktet dhe me atë që po ndodh, duket sikur për herë të parë them unë, preçi thotë kjo është sikur spaku ka dalë për te lejes që jep Edi Rama. Pra, nuk ka shkuar deri të bëri drejtësi dhe me Edi Ramën, po sikur ka leje të veproj edhe pa lejen e Edi Ramës. Sepse duket qartë që Rama nuk do ta dorëzoj Belinda Ballukun. Ky është lajmi i parë. Është pak më pozitive më duket mua se përpara, po jemi shumë larg një drejtësie të pavarur. Kush është konkluzioni dytë që do nxirja unë me këtë? Po ashtu jemi për herë të parë që duket si kur Rama konfrontohet ballë për ballë me drejtësinë. Në të shkuptim, qofse mbaj mend ne, pa u bërë reforma në drejtësi që nga rasti kryebashkiakut Vlorës, shpëtim Gjika, deviza e Edi Ramës ka qenë: ne kur nuk do bëhemi pengesë për drejtësinë dhe stre për njerëzit e familjes tonë me të cilët ka drejtësia punë. Sot, ndeti 7 orë atje me Belinda Ballukun, pas një vendimi gjykate, kur ne prisnim minimumi pezullimin apo shkarkimin. Po të shikosh gjithë mediat e Ramës, ndërkohë që ne jemi në studio, direktiva është dhënë që pezullimi i Belinda Ballukut të shanti kushtetues. Pra, për herë të parë, duket sikur kemi një konfrontim midis spakut dhe gjykatës, GKK-s, këtyre fryteve të reformës drejtësi dhe Ramës. E treta, pasi kemi thënë këto dy të parat, është, në qoftë se i qëndrojmë kësaj logjike, ore çit trimërojnë këta njerëz. Me sa i njohim, ta prokurorë dhe gjykatësa nuk veprojnë pa pasur në jo mbrell. A kemi një lëvizje tektonike të ekulibrave politik, ose si që tonë ta shqiptarë, mos është fut në i cowboys amerikan dhe kanë thënë këtë Ballukun e duam burg, dhe kjo shpjegon dhe trimërimin e spakut, dhe trimërimin e GKK-s, por dhe për herë të parë faktin që Rama po e sheh që
një faktor tjetër mund të luaj lojën që duhet Mund luante. të jetë midis. Mund të luante lojën që do luaj ai. Dhe këtu pastaj është duket sikur hym në një fazë të re të lojës. Këto janë për mua 3 pikat Qartë. që duket sikur janë 3, dhe po t'i shtojmë kësaj si 9 pikë, edhe faktin që kur e shkapur Veliaj, po unë e kam bërë Barcalet në këtë studio, po shkapur për brekte e Ajolës, ore po shkapur Beqa, po për faturat e restorantit, ore po shkapur Benametaj, po për vilat, jo për vendime që ka marrë në qeveri. Te rasti Balluku jemi për herë të parë që po hetohet 1 ose 2 vepra madhore kur ama është i përfshirë kokë e këmbë. Tuneli 1 dhe Unaza e Tiranës 2, to që dim. Pra, nuk kemi më fabulën e njerëzve që han kumbla dhe dardha pas kurizit Ramës, por po tregohet me gisht që këtu korrupsionin e bën Edi Rama. Dhe kjo mund tjetë dhe një nga arsyet e kundërvënies që po lind, që është në filiz, se Rama akoma s'ka bërë deklarat, midis Ramës dhe SPAK. Okej, atëre, një minutë, preç, të futim 2 pano, dhe pasaj... Unë... Denisi? Unë dua ta shoh... Kjo është një të pyetje. Po, dua ta shoh pak në vijimësit edhe qëndrime që kemi mbajtur këtu në këtë studio dhe debateve që kemi qëndruar, dhe nuk e kuptoj sepse Bushati vazhdon akoma të këmbgul. Tek e njëjta tezë, kur të gjitha deri më sot kam provuar që Bushati pak nga pak ka lëshuar pak nga territori vet në çdo emision që kemi. Zero. Jo, nuk është... Po nuk duhet bëj këtë se duket sikur shmangin temë. Edhe unë kam ide që nuk ka lëshuar. Jo, sepse Pa dyshim. sepse ne këtu kemi thënë gjithkohës dhe unë jam Po shumë i duhet bindur. bindesh që të lëshosh. Jo, unë jam shumë, domethënë unë kam qenë gjithkohës i tezës që tentativa për t'ja vendosur në pronësi Ramës SPAK-un ka qenë një kartë e mbrapsht e cila i ka prodhuar Ramës më tepër pushtet. Tentativa për ta quajtur arrestimin e Erion Veliajt. Një punë të Ramës për ta justifikuar në këto, domethënë jo po ka vajti për mbathjet e Ajolës, ose nuk e di se çfarë, apo Beqan që sot po hetohet për grup të strukturuar kriminal. Nuk është pak fare. Është grup i strukturuar kriminal njëjtë me çapjat, çopjat e tjerë me radhë, çfarë janë këta. Të kriminalëve. Nuk mund t'i thuash vajti për faturat e SASPAK-ut. Masa ishte për faturat e SASPAK-ut, po Beqa është për grup i strukturuar kriminal. Pra gjithkohës ne kemi pasur fakte të cilat na kanë treguar që SPAK-u, ndryshe nga që mund të iluzionojmë gjithë secilin nga ne, pra sepse këto janë ndërtime që bën subjektivisht në mendjen e gjithë secilit, që shiko, ai mund të duket kështu, po nuk është kështu. Në fakt është ashtu siç duket. SPAK-u nuk ka qenë ndonjëherë pronë me hipotekë Edi Ramës. Natyrisht, unë nuk jam as radikali që të them që shiko, SPAK-u ka qenë i pavarur gjithë. E vërteta është diku në mes, por që anon më tepër nga fakti që SPAK-u ka integritetin. Jo, në mes ta kam thënë dhe ta kam shpjeguar. Pra, unë nuk them që të 22, sa janë ata, 22 prokurorët, 20 prokurorët e SPAK-ut janë gjithë të pastër. Natyrisht më diku aty ka dhe një interes me Ramën, është një që është i lidhur me pushtetin e tjerë. Shiko, por as që 20 prokurorët janë të gjithë të kapur nga Rama. Ballukun që duket sikur po ja bën pa leje nuk e dorëzon. Të tjerët i ka dorëzuar gjithë. Kjo është pika e kësaj. Do të kalojnë një javë. Griki dhe Balluku do marri fatën e vet, sepse ju shkrua fati është njëjtë me Erion Veliajin. Pra do të iki dhe kjo gjëja. Pastaj çfarë do themi më? Kush që do iki? Jo, do iki historia, pra do vazhdoj siç vazhdoi historia e Erion Veliajit. Se njëjta gjë është, pothuajse në skenar është pothuajse njëjta gjë, nëntor me nëntor, mas me mas etj. Hetim me hetim etj. Pra duket sikur është i njëjti skenar. Jo, nuk është një gjë. Po, pothuajse njëjti është. Me rastin Balluku. Nëntor me nëntor është. Jo, me rastin Balluku. Për mua, ja vlen ta diskutosh. Kush do ishte sjellja më e mirë e SPAK? Në një republikë që të shmangin dhe këto debatet që bëjnë tani, është puç kushtetues, është grush shteti, apo shkelen kompetencë. Ore, tjetra është deputete zvendës kryeministre. Merret çohen parlament për heqje imuniteti. Të bën një prokurori model. U tha sepse kanë bërë një procedent, ka pasur precedent me Berishën dhe nuk mund t'i dalin kundër precedentit. Ata e kanë gjykuar në këtë formë. Jo për pasaportën. Po pra.
për t'i bërë hetime, për t'i përgju telefoni, për t'a thellu hetimin. Mere më qa të keqe. Shiko, nëse hetimet ndaj Ballukut janë të palishme, po patjetër më do nxjerrë gjykata e ketë palishme këto hetime. Unë nuk besoj se Balluku do vej pa avokat në gjyq. Pra nuk besoj se prova do t'jem mbledhur në mënyrë të palishme për Ballukun. Por po them këtë gjë, që tentativa se unë e kam politikisht gjën. Pra unë duhet ta shikoj nga pikpamja politike. Për një pyetje, se kjo është themelore. Do me thënë, të duket si kur rasti Balluku, me të gjithë rastet e tjera, ka në ndryshim, edhe mënyra si po sillet qeveria dhe Rama vetë, dhe mënyra si po sillet SPAK. Pra, jemi në një linjë të drejtë si që është vepruar. Se shkon deri tek kjo detajt? Ore, hajde shikoj nga jashtë. Ore, sepse të kam thënë, më kemi qenë bashkë, kur kemi diskutuar për emrat, më. Pra kemi nisur me Albena Metaj. Të futim dhe Denisin në bisede dhe të... Po se s'ma lema mbaroj analizën. Po mbaroj pra, po... Falë se yra unë. Se e kam politikisht gjën. Sepse Shqipëria, për fat të keq sot, që duhet ishte një ditë gëzimi për gjithë opozitarët. Nuk gëzon dot. Pse? Sepse Shqipëria duket sikur ka arritur një pikë të ekuilibrit statik quhet në fizik. Kur dy trupa, një sistem trupash, nuk arrin do të ndikojnë gjendjen e njëri tjetrit sepse nuk kanë as energji potenciale as kinetike. Si dy gurë që qëndrojnë aty. Sepse Shqipëria ylli, Shqipëria ylli sot ka në Shqipëri sot opozita ka qeverinë që çdo opozitë në botë do ta ndërronte. Pra këtë qeveri që ka me dy zëvendës kryeministra të hetuar nga SPAK-u. Kryeta bashkie numri 2 ja e provuat ju edhe rezuat lesh. Është në edhe Sali Berisha dhe ju të rinjë. Një sekond. Pra, numri 2 i mazhorancës është në Burg. Ministra, kryeta bashkie, tjerë, të gjithë janë, dhe kjo është panorama që çdo opozitë në botë do e donte. Po pse nuk bën gjë opozita sot? Sepse dhe qeveria ama ka përballë opozitën që çdo qeveri në botë do donte të kishte. Shikoni ç'a ndodh më. Pra, shiko ç'a ndodh. Sot Sali Berisha, që në fakt do të duhet nëse do kishte hallin e opozitarizmit, do duhet ta çonte të paktën sot më në piedestal SPAK-un. Jo, më jo, ai vetë aty që ta çon piedestalin. Troplini. Më kupton? Pse? Sepse do të fshesh tërësinë e vet, opozita. Sepse thotë që e ka kapur se lexova dhe mediat e opozitës sot. Pra ka këtë teorinë që e bëri Rama këtë. Vazhdojnë akoma, e kultivojnë këtë. E bëri Rama, o shok. Denis, se kam ndërmend të fut pas pak minutash dhe një avokat që do thotë sepse apelimi Benita Balluku ka rrezik të çojë qeveria në gjykatën kushtetuese. Më lër ta mbaroj. Më lër ta mbaroj një sekondë, lutem. Duket sikur do të shkohet aty, po nga më lër ta mbaroj. Se si po... Pra, fakti që ta po përpiqen që t'ia japin meritën Ramës, fshehin shtërpsinë e tyre. Pse? Sepse sot do duhet ishte sheshi plot me njerëz që kanë një projekcion, një qeveri të opozitës në mendje që nuk e kanë njerëzit sot. Prandaj janë në shesh. Denisin ta futim se po... Denisin. Tani, unë paka shumë para se të fillojmë të bisedë së bashku, po vija re gjithë studiot Gumzhin edhe është kriju një tollovi shumë e madhe për rastin Balluku. Jam konsultuar me profesor të mi drejtës kushtetuese edhe pse jam i qartë vetë për situatën edhe për rastin. Jemi para një mase sigurimi në rastin e pezullimit nga detyra të zonjës Balluku, pra është një nga elementët e masës sigurimit. Pra është rasti, le të themi, më i mirë i masës së sigurimit, ku vjen pastaj detyrim paraqitje, arrest shtëpie, arrest me burg. Pra pezullimi nga detyra është i masë sigurimi, ku gjykata me kërkesë prokurorisë ka çmuar për arsyet e saj rrezikshmërinë që mund t'i cënohet procesit hetimor. Dhe me sa duket, përmbajtshmëria e vet zonjës Balluku tregon një refleksion në raportet që ka ajo me hetimin në këtë rast. Pra, po shohim një prizmë komplet tjetër. Zonja Balluku, po ta vije re, është e përmbajtur, është objektive dhe është tërësisht korrekte, ndryshe nga gjithë tjerë, nga Berisha që e pam aty. Pra, nuk është në sulm, është në një përballje me drejtësinë, por nuk është në pozitë të vështirë. Është një pozitë ku Neni 242 e shikon si organ emërtese, nuk është një organ i zgjedhur. Dhe si organ emërtese është brenda komplet kuadrit të procedimit penal në raport me hetimin. Pra nuk hyn fare, po fare gjykata kushtetuese. Kush thot për gjykata kushtetuese është ignorant nga pikpamja juridike, është totalisht gaf. Do të thonë po ta sqaroj në mënyrën më të ftohtë dhe nuk ka lidhje fare. Gjykata kushtetuese në këtë rast nuk ka lidhje. Mund ta çosh gjykatën kushtetuese, po ata do të thonë që nuk është pjesë e jona se nuk gjykon çështje penale gjykata kushtetuese.
vlerëson dhe jep vendim mbi çështje kushtetuese, pra institucione kushtetuese. Është çështje penale, është tërësisht penale. Më fal që ta se mos Ato janë mbështetur të legjislacionit që ka të bëjë me poshtë që nuk janë votuar. janë vetëm organet e zgjedhura, pra që janë të votuar ata që afektohen nga gjykata kushtetuese në raporte juridiksioni me gjykatat e ndryshme, për çështje civile ose penale. Janë qarta këto? Pra, ky rast është rast emërtese dhe është i zgjidhur totalisht. Kryeministri emëron një zëvendës kryeministër 2-3, është çështje tjetër që ka emëruar vetëm një zëvendës kryeministër në këtë rast. Ta bënin ato. Dhe është shumë e qartë, vetë Zoja Balluku dhe Rama është i qartë, prandaj nuk kanë alarm. Ata nuk kanë alarm, ata kanë një problem politik, po, kjo është histori tjetër. Se çka kosto politike krijon kjo është histori tjetër. Nga pikpamja ligjore. Ata alarm kanë shumë. Nga pikpamja ligjore. Flasin politikë. Flasin politikë, se sqaroj anën juridike. Jo, po për drejtësinë, ajo nuk duhet të jetë më sot zëvendës kryeministri. Për drejtësinë. Edhe një herë. Ky është një alarm. Kjo është çështje tjetër, deduksioni si do e politik. zgjidhi? Unë po them nga pikpamja ligjore, nga le të themi apelimi, ka drejt ta çojnë gjykatë apelit. Po, patjetër. Ka 15 ditë Gjykon e apelit, po. GKK-ja, apeli mund ta rrëzojë, thotë nuk ka arsye që të pezullohet nga detyra, të rikthehet në detyrë, s'ka rrezikshmëri për prishje provash. Po vetëm ka një problem. Kjo është Po jo se gjithmonë nuk është abstrakt. zbatuar neni për katë. Ne është komplet konform procedurës, edhe të ndërpres. Po të lexoje atë që nxori Spaku sot, thoshte këto masa edhe janë siguruar. Çdo me thënë që siguru masa, do me thënë Belinda Ballukut ndërkohë sipas komunikatës Spakut i është rrëmbyer pasaporta dhe i është vënë shiriti verdh në derën e zyrës ku ajo nuk hyn dot. Po pra është mas sigurimi. Po pra, dhe në këtë kuptim, kjo situatë alarmante që të kesh një zëvendës kryeministre që nuk kryen dot funksionet e veta, kjo nuk është që është situatë e Jemi në tjetër rafsh. Jemi në tjetër rafsh. Po, e diskutojmë në një aneks tjetër. Sekond, të fut pak avokatin në... Dakord, po thashtë të kisha mbrojë. Jo, mbaroj, ktheu ti prap. Po kemi, nëse e kemi avokatin në lidhje me njerë. Po ndihmoja ta Avokat Ili Gërdupi, po avokat Mirëmbrëma. Avokat, mjaft të diskutueshëm ky problem dhe mendohet që Belinda Balluku mund t'i drejtohet, ose qeveria në këtë rast, mund t'i drejtohet të gjykatës kushtetuese. Çfarë thot ligji për këtë vendim të marrë nga gjyqtari i gjykatës posaçme ndaj Ballukut, vendimin e sotëm, pezullimi nga detyra? Ç'është opinioni juaj, mendimi juaj? Sa i përket vendimit për pezullimin nga detyra, Neni 242 e kodit procedurave penale parashikon dalimi i ushtrimeve të funksionit publik nuk është mas sigurie, po është mas ndaluese. Mas ndaluese është ajo dhe një ndalim për veprim afariste. Në rastin konkret, Neni pika 2 e Neni 242 thotë që pezullimi për ushtrimin e detyrave publike nuk mund të jepet ndaj personave që janë zgjedhur sipas ligjit elektoral. Kodi i procedurave nuk e lidh me funksionin, pra me është organi zgjedhur apo është organi emëruar, por e lidh me personin. Dhe nëse personi është zgjedhur ose jo nga në ligjin zgjedhor. Në rastin konkret, zonja Balluku është edhe deputete, që është personi zgjedhur, është edhe zëvendës kryeministre dhe ministre për infrastrukturën dhe energjinë. Duke qenë që kjo lidhet me personin, dhe personi është ky objekti i zgjedhur. Këtu jemi gjithmonë në kundërshtrim të ligjit procedural penal. Statusi i deputetit, më fal të ndërhyj që ta bëjmë pak kështu, statusi i deputetit ka të përcaktuara rastet kur thotë s'ka rëndësi se përcaktohet detyra, thotë individi, po thotë avokat. Po jo pra një sekondë. Po më është diskutueshme pra. E ka të Por më është drejtë e ti. Prokuroria Zotri. E ka rastet i ka specifike kur ndërhyn avokati banese, kontroll personi. To janë gjëra çik që mezi marrin vesh njerëz, po u mbi vendos. Pra, mos mbi vendosemi të dëgjojmë avokatin. Avokati tha një gjë thjesht. Vetë fjalë për individin Belinda Balluku. Jo për ndarjen deputete apo zëvendës kryeministre apo antare kryesisë Partisë Socialiste. Po nuk e ndan pra, po nuk ndahet, thot avokati. Avokat vazhdo. Është e vështirë që gjykata të thotë që ti je pezulluar si kryeministre, po vazhdon të jesh në detyrë si deputete. Pezullimi për ushtrim e funksioneve publike është një, dhe ti nuk lejohet të bësh asnjë ushtrim për funksione publike. Ndërkohë që
Pika 2 e neni 242 thotë që kjo nuk mund të bëhet ndaj personave të zgjedhur. Sa kohë ajo ka cilësinë e një personi të zgjedhur sipas ligjit elektoral, sipas ligjit procedural, kjo nuk duhet zbatuar. Por për ta vendosur këtë, nëse është ky interpretim që unë po them këtu, zonja Balluku duhet të shkojë fillimisht në gjykatën apelit, gjykatën e posaçme. Tha dhe Denisi në apeli, po? Nëse gjykata e apelit mbat të njëjtën qëndrim me gjykatën e shkallës parë, duhet ta çojë gjykatën e lartë dhe pastaj mbas gjykatës së lartë ajo ka të drejtën për ta çuar gjykatën. Pra duhet kaloj këto dy shkallë thoni ju. Po, duhet i konsumoj shkallët, sepse shkallët gjyqësore. Ky është rasti vetëm kur për çështje individuale mund të shkohet në gjykatën kushtetuese. Nga ana e mazhorancës ka një mekanizëm tjetër që mund të ndiqet që lidhet me marrjen e një opinioni për çështje të kompetencës. Po ky opinion nuk mund të jetë i zbatueshëm në rastin konkret. Pra, edhe nëse gjykata do marrë, gjykata kushtetuese merr në shqyrtim dhe jep një vendim për këtë dhe thotë, po themi që sipas kushtetutës nuk mund të pezullohet një antar i Këshillit të Ministrave nga detyra, do duhet që po prap gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të jetë ajo që ta revokojë masën. Nëse nuk ndjekim rrugtimin që ankimohet, shkon gjykata apelit rrezon ankimin, shkon gjykata e lartë rrezon rekursin dhe më pas bëhet ankimi në gjykatën kushtetuese. Ky ishte rrugtimi që është ndjekur dhe më përpara, por është marrë mas sigurie ndaj një tjetër antarit parlamentit, në të cilin të tre gjykatat e zakonshme, jurisdiksionit zakonshëm nuk ja pranuan kërkesën dhe ishte më pas gjykata kushtetuese që u shpreh në lidhje me kërkesën dhe mori një vendim në lidhje me masën e sigurisë ndaj rastit në fjalë. Bushat? Avokat, se do me thënë para procedurës, do me njerëzit duhet kuptojnë çfarë po ndodh. Dhe unë po ja bëj pyetjen shumë thjesht. Në qoftë se ju do ishit avokati Belinda Ballukut ose do këshillonit Edi Ramën, nuk e di. Nesër Belinda Balluku duhet paraqitet në zyrë apo jo? Jo, s'paraqitet. Një minutë. Të avokatin për. Aktualisht jo. Nëse ne kemi vendimet e masave të sigurimit janë me efekte menjëhershëm. Dhe për sa kohë që nuk ka një vendim të një pra s'duhet presi apelin për të mos hyrë në zyrë. Nesër nuk hyn dot në zyrë. Jo. Ankimimi nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit, por në të njëjtën kohë pezullimi nuk e zhbën persone nga funksionet dhe detyrat publike. Kjo ishte sa i përket legjislacionit procedurale. Diskutimi nga pikpamja kushtetuese është pak i ndryshëm. Në rastin e diskutimit kushtetues, ne kemi të bëjmë me pjesën nëse imuniteti i deputetit që parashikohet nga neni 73 i kushtetutës dhe neni 103 që flet për antarët e Këshillit të Ministrave, thotë që antarët e Këshillit të Ministrave kanë të njëjtin imunitet që gëzojnë deputetët. Ky imunitet a vlen edhe për parashikimet e kodit procedurave penale sipas cilit 242 thotë që personat e zgjedhur nuk mund të pezullohet funksioni publik, sepse jemi të bëjmë me një të drejtë që në këtë rast e shpreh vetëm kodi procedurave penale dhe nuk e shpreh në mënyrë të drejtë për drejt kushtetuta. Po kushtetuta thotë që antarët e Këshillit të Ministrave kanë të njëjtin imunitet siç do kishte deputeti, në cilin ne kemi shumë të qartë dhe kjo është shumë konkrete që deputetët nuk mund të pezullohet detyra, por debati juridik për momentin është nëse ky rregullim vlen në të njëjtën kohë edhe për antarët e Këshillit të Ministrave ex lege, sepse thotë neni 103 që antarët e Këshillit të Ministrave kanë të njëjtin imunitet, apo ne do duhet të bazohemi vetëm tek fakti që zonja Balluku është njëkohësisht deputete dhe ajo nuk mund të pezullohet, nuk mund të jepet kjo si mas, për faktin që ajo është një person i zgjedhur, sepse mbrojtja që ka, nëse do kemi një interpretim tekstual të pikës 2 të neni 242, thotë personi i zgjedhur, pra ndaj personit nuk jepet dot masa. Jo ndaj funksionit. Nuk është se shkon zyra e zëvendësisë kryeministrit në ndjekje penale dhe për ajo është personi. Dhe personi që jemi duke diskutuar në rastin konkret është edhe njëkohësisht deputete. Ka ministra të cilët nuk janë deputet, po kanë vetëm cilësinë e ministrit, dhe këtu do ishim vetëm në interpretimin nëse neni 103 kushtetutës përfshin këtë në imunitet, njësoj siç do përfshinte imunitetin ndaj arrestit ose ndaj kontrollit të shtëpisë. Avokat, unë kam dhe një pyetje tjetër që ka dhe nuanca politike, por fare thjesht mund t'i bëhet një juristi.
avokati. Pa ne sot jemi pas vëndës kryeministre. Po, jemi pas vëndës kryeministre. Ylli Manjani, tani, ju lutem edhe njerë avokatin se, preq, pasaj ne do vjojmë tu, po avokatin e kemi në lidhje dhe unë kam dhe këtë pyetje. Ylli Manjani e cilësonte sot pezullimin e Ballukut si një gru shteti. A rezikon të kthehet Shqipëria, një më të përgjithshme si pyetje, në një republik prokurorësh ku s'pak mund të rëzoj cilin qeveri të doj? Bushati sa po tha që tani jemi pas vëndës kryeminist. Po këtë mund të bëj tani edhe për 5 vletat tjera, po jo. Dhe në Shqipëri ka arsye plot që ta bësh. Edhe rëzon qeverin. Çfarë? Si mendon? Ky është një debat i një natyre kushtetuese ose do mund të shkonte deri në një debat natyrës filozofike. Po parimisht ne kemi ndarjen e pushteteve. Pra kemi pushtetin legislativ, ekzekutiv dhe atë gjyqësor. Dhe këto të treja duhet të jenë në balancë me njëri tjetrin. Para reformës në drejtësi kishte një prezumim ose një qasje, sipas të cilit pushteti gjyqësor nuk ishte i balancuar, po ishte nën trysninë e pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit ligjësor. Marrja e kësaj mase në të cilën ndikon drejt për drejt tek kryerja e funksionet e një personi që është dekretuar nga presidenti, ka marrë miratimin nga kuvendi, është një element i cili shkon drejt, po themi, një konflikti midis këtyre tre pushteteve, po pa mundur që ta them unë nëse kemi të bëjmë me një cënim të pushtetit apo jo. Por padyshim që kemi një progres të njërit pushtet dhe regres të tjetrit në raport me balancat që ka përcaktuar kushtetuta. Në gjykimin tim, këto pozicionimi dhe postet politike janë diçka që duhen vendosur politikisht. Pra, një person i emëruar i zgjedhur nga votuesët, ose një njeri që ka marrë dekretin e presidentit edhe që është bërë, masa që duhen marrë për ndaj tij në funksion të shkarkimit, nuk janë vetëm masa të karakterit politik. Por SPAK nuk ka bërë shkarkimin, ai ka bërë pezullimin nga detyra. Ne vazhdojmë kemi një zëvendës kryeministre në detyrë, që është personi që ka dekretin e presidentit. Nuk është se kemi një rast shkarkimi. Shkarkimi vazhdon mbetet tagari. Por nuk është aty avokat, nuk është me. Nuk është. Shkarkime gjuhë popullore, bësh ngrirje, në fakt është pezullim, Okej. Ka termat Kemi janë përcaktuar. gjithë tjetër për avokatin dhe të ndajemi me të. S'kemi? Për avokatin, jo. Avokati ka një interpretim, ka dhe gjëra shumë racionale, por ne nuk mund bëjmë debat juridik. Kemi dëgjuar... Jo, unë e thira për avokatin për ta bërë emisionin qartë, që në ku mund të drejtohet, dhe do drejtohet tani, Gjebushati e perifere thjesht, ti po t'ishe avokati Ballukut, që do të bënje nesër? Ylli sot, për shumë, para se marrë në emision, me që nga ora 18, ka pas shumë studio që të ndami me avokatin, ta përshëndesim. Avokat, falenderoj shumë. Do t'jemi dhe në lidhjet tjera për të problem dhe për problemet tjera, bashkë të falenderoj, ose edhe në studia. Dhe një avokat i respektuar që është dhe iftuar shpesh nga ju, falenderit, që është zoti Beci, e dëgjova që po fliste, a e fliste dhe interpreton të ndryshe, nga pikpamja ati, sigurisht, por ne debat juridik nuk do bëjmë. Ata që kanë ndërmend të apelojnë, atë e tha shumë qartë, që kjo do shkojë në gjykatën e apelit, pastaj nëse vazhdon... E tha dhe Denisi, e tha dhe avokati. Apeli, avokati tha. Kur prezumimi pafajësisë është i shejtë, po ajo është një parim i madh që vërtet do të mbrohet deri në gjykatën më të lartë, deri në gjykatën e Strasburgut. Kjo është sapo ka nisë, kjo është një proces në fazën e hetimit, është ngritur një akuzë, zonja Balluku është në drejtën e vet që të apelojë, të kërkojë gjitha rrugët për të kundërshtuar nëse mendon se kjo është e padrejtë. Vendimet e gjykatës nuk është mirë të diskutohen kaq shpesh për mendimin tim. Ka është një traditë që vendimet e gjykatave apelojnë, nuk bëhen pjesës një sporti popullor. Diskutohen. Nuk kundërshtohen, por diskutohen. Që duhet jetë jurist, më shkruan dikush, kushtetuta thotë që vendimet e Këshillit të Ministrave merren me vendime unanime. Do me thëmë pezullimi një ministri ndalon vendimarrjen e qeverisë. Jo. Pezullimi një ministri është gjë më e thjeshtë se vazhdon zëvendës ministri. Nano ka qeverisë me zëvendës ministra.
Me zëvendës ministre, po. Po ka qeverisë më nano me zëvendës ministre. Se jemi futur në këtë, sepse vendimi i GKK-os u shpall sot. Rama dhe Balluku ndejtën 6 orë të mbyllur në zyrë. Njerëzit prisnin cili do jetë vendimi, duke ditë dhe traditën e Ramës që unë nuk bëhem stre për të mbrojt njerëzit. Dhe vendim s'kishte? Jo vetëm që vendim s'kishte, po pa dalë akoma ata nga zyra, në gjithë mediat e qeverisë doli kjo që Balluku do ankohet, ka drejt në apelimi, dhe ne po diskutojmë sot është ajo që thot Preçi, nuk do bëjmë avokatin. Ore ka i pyetje shumë thjesht. Kur e ka pezulluar gjykata, a mund të largohet kjo zonja, thot, ore unë po iki se nuk jam njeriu i pazëvendësueshëm. Edi Rama 2, a mund thot, po vëm një zvëndës kryeministër tjetër, mos e s'ka rënë nga qelli. Për para se sa shprehe gjykata, këtu do t'ishte bërë normë, por tani këtu kanë marrë gjithë, po mbahen me përpiqen mbahen me thojë me dhëmë mas postit. Jepet dorëheqje. Dorëheqja është një institucion, është një akt. Se na vlen kjo, Preç? Se na vlen kjo, Preç? Nga vetë penale, thot, po, unë jam në një funksion publik, më është bërë një akuzë, ndjehem e pasër, por jap dorëheqjen të heton. Se na vlen kjo, kjo na vlen se sot, që nga dita që kanë votuar këta reformën drejtësi, kemi një thyerje esenciale. Për herë të parë, Rama po thot, nuk i dorëzoj partia dhe qeveria ime, janë streja e atyre që do SPAK-u. Rezulton kjo. PD-ja ka pas gjithmonë këtë. Ne jemi partia që jemi streja atyre që sulmon SPAK-u. Nuk ka fol akoma, që t'jemi të qartë. Vetë fakti që s'ka fol. Nuk ka fol akoma. Prit, se dhe herë tjerë nuk se ka fol ditën e parë. Gjithmonë. Jo, nuk ka qenë nuk e ka prit. fol, Rama. Ka fol, po jo... Ka fol duke shëtiruar Ballukun Për Sajmir Tajhirin, për shkëtikën që ta thash që në 2013, gjithmonë me deklarat. Mirë, sot, herë ne nuk e dim, Rama nuk ka fol, dhe sa kohë, unë SPAK-u nuk gjykoj sa kohë që s'ka. Edhe një pyetje se ndërpreva shumë u bërej bezi. Do me thënë, fakti që gjykata ka nxjerrë në ora 12 vendimin, dhe Rama akoma nuk e kanë zyrë Ballukun. Është kjo që ka folur? Se njeriu thot, do zbatoj vendimin e gjykatës se pezullova dhe unë. Edhe kjo është e folur. Edhe heshtja në këtë rast. Ose do fliste ashtu, sot Bushatin falë. Me një herë ti do thoshe sonde që e lëshoj dhe këte, ky për lëshon gjithë. Bushat, ti ke mbrojtur idenë që blokimi i pasaportës së Sali Berishës nga SPAK është antikushtetues. Po për Ballukun? I paliqë. I Berishës. Pavarësisht se pastaj gjykata kushtetuese i dha drejt gjithë procedurës, po unë akoma kishe një pakicë gjykatë kushtetuese që tha po shqipali. Pra, ka qenë debat teorik, a ja kufizon lirin njeriut e aq më tepër politikanit dorëzimi pasaportës, unë akoma mendoj që ja kufizon. Dhe me Berishën është shkelur kushtetuesta duhet kaloj nga parlamenti. Dhe për pasaportën e Ballukut është i njëjti standard. Prandaj unë thash, sjellja më e mirë e SPAK-ut, që s'do i linte asnjërit asnjë dyshim, ishte t'i kërkonte parlamentit leje edhe për pasaportën, edhe për hetimin e mëtejshëm të Ballukut. Sepse do me thënë, ti kontrolloj shtëpinë, banesën, nuk e di ç'a mund t'i duhet. Për ato do t'i vej patjetër. Për shtëpinë do t'i vej patjetër, ndërsa për Këto metodat, se edhe këta që bërtasin sot për pushtetja apo kushtetues, i ka dhënë një shkak SPAK-u. Në qoftë se SPAK-u do sillen në mënyrë model. Që do thot grushtin e shtetit, e dim për kufizimin apo jo? E di dhe unë, nuk jam teorie grushtit. Metafora? Jo. Do me thënë, qëfar po thonë këta që mbrojnë sot Ballukun? Thonë që kemi të bëjmë me një konflikt midis dy pushteteve të pavarura. Gjyqësori dhe prokuroria po mundohen t'i imponojnë figurat qeverisë. Nesër thonë këtë mund t'ja bëjnë kryeministrit. A i merë 80% votave dhe ata i thonë ti s'do hysh më zyrë si e më kryeministri i këtij vendi. Ku kryeministri del se ka përcaktuar dhe në gjithë tendrat, në ligjit, se jo. Edhe unë e mendoj si ty. Denis? Jo, pritë se se mbaro. Se më bëre pyetje. Po.
themelore. Po së në ryo preç të jep të përgjigjen e? Po jo, dhe unë s'kam problem të ndërhyn. Jo, po, sa të japësh përgjigjen, pastaj të ndryhim me njerë. Do me thënë, Jo, po bëj bisedë. këtu ndërhyrjen, unë e preqin po bëja bisedë, tu ndërhyrjen e bërë ti që na hyren mes dhe the Denis. Po ju mund të vazhdoni... E ju mund të vazhdoni të rënatën. dy fjali atë. Po ju mund të vazhdoni të rënatën dhe mund më fle popullata. Pra, ke shumë drejt. Jemi në parlament që të presim rave... Spaku dhe gjykatat kanë vepruar gabim me Sali Berishën që i morën pashaportën pa leje të parlamentit, po veprojnë gabim me Ballukun që i kanë marrë pashaportën pa leje të parlamentit. Dhe në rastin Berisha, dhe në rastin Balluku, në nderin, dignitetin dhe mirëbesimin e Spakut, do kishte qenë t'i drejtojë parlamentit. Duam imunitetin e këtij njeriu. Kaq. Mbarova. Denis tani. Denis? Po pano, të regoti që do të ndosë. Ja tani të lutem. Unë nuk e mbarova dot, do të thënë ta shtria, mendoja që po flisja thjesht që njerëzit ta kuptonin atë që po thoja, se Jo, thjesht vazhdo. që është Mos e krijuar ndërliko. kakofoni. Dhe ti bëri një pyetje avokatit. Se çfarë do bëje ti nëse do ishe avokati? Në E fakt, bëri bushet. po më fal, bushat, po në rregull. Tani, nëse do isha unë avokati, lejohet që të bëjmë dhe unë avokati, që ta ndihmoj rastin si precedent. Të duhet se janë bërë shumë avokat. Po ja për një sekondë. këtë Do themi një ndihmon. gjë tani që do bësh dhe lajm. Dakor. Gazetarë janë bërë më shumë. Komisioni i Venecias, Staren Vision. Komisioni i Venecias, që nuk e di as zonja Balluku, as këshilltarët e vet, as juristët e vet, as avokatët, as gjithë, ka dhënë një orientim që është i zbatueshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, ku përfshihemi dhe ne nga pikpamja legjislative, që ndërhyet nga gjykata vetëm ku ka vendim formës prerë në organet e ekzekutivit, ku përfshihen ministrat, kryeministri, zëvendës kryeministri, Kur ka vendim të formës prerë. formës prerë. Pra pezullimi duhet bëj në këtë... Po, ti nuk ma lesh. Jo, në rregull. Mbaroja. Që nga shumë interesante Po, edhe. jo, kjo është lajmi. Jo është vërtet, është lajm vërtet se... Që ta ndihmojnë procesin, jo zonjën Balluku. Po se Jo. gjykata vendos me formë prerë përfaqësinë e personit dhe atëherë merret përsipër të ketë masa të karakterit bllokues, izolues, penalizues e tjerë, shkarkim e çfarë pasojnë. Si përfaqësin? Urdhro, më fal. Si se kuptova, si... Pra, Komisioni i Venecias ka shqyrtuar rastet, jo Shqipërinë, jo Balluku. Qartë. Dhe ka dalë me një konkluzion ku nuk mund të ndërhyj organet e sistemit gjyqësor në organet ekzekutive pa patur një vendim të formës së prerë, që personin praktikisht e dënon për X vepër penale. Në rastin Mas konkret. 5 vjetësh. Mbas X vjet. 5 vjetë do Në çdo rast tjetër, Komisioni i Venecias sugjeron dhe rekomandon që nuk mund të ndërhyjet në ekzekutiv. Kjo është... Kot nuk e thot ky këtë se... Do me thënë, kapim një rast teorik. Iqe personin, merë si kazus. Iqe personin. Mos lukë kush është person. Jam unë minister. Po, Kam dalë në rrugë, kam vrarë 10 veta. po. Pa marrë unë vendim të formës prerë, ata nuk më fusin dot në burg dhe s'meqin dot nga minister. Ose... Ti nuk kushte flagrancë. Hetosh... Po flet për kushte flagrancë, se ke do e specifikosh tani rast. Të akuzosh që ke vedh 50 milion euro s'ka flagrancë më të madhe. Po do e provosh, po ke prezumim pafajësie. Ke prezumimin e Edhe pafajësie. vrasja duhet provuar. Po je për në rregull, dakor. Akuzësh gjithmonë, dhe kur të akuzojnë që ke vrarë 50 Tani po flasim, jemi në kazus. Denis, Apo jo, në kazus kemi prezumimin e pafajësisë. Sepse është tjetëri. Po thuj se të gjitha... E nisëm me zotin Bistri? A e nisëm me zotin Bistri? A i ka pasuri që nuk provohet që janë palishme, po a i ka ndërko 30 milion, 3 milion, 5 milion euro. Se ti përmënde Venecian, po thuaj se të gjitha qeverit e Bashkimit Evropian kanë një standard të tyrin, kë merë prokuroria në nëhetim, jep automatikisht doregjen dhe nuk hynë fare, ose shkarkohet posta doregjen. Pra largohet. Për standardin e ndërhyrjes pushtetit dhe pushtetit. Hetimin duke rujt funksionin. Po këtë spaku as gjykatas kanë për ta leju. Më falë, po flasim për ndërhyrjen e pushtetit dhe pushtetit. Qartë, jo, nuk, kjo që ta shumë është parimore kjo që po themun. Për të qenë më kështu... Ajo është kazus juridik, kjo imja qasje morale. Komisioni i Venecias natyrisht ka peshën e madhe, kur rekomandimet e tij shndrohen ligjin Shqipëri, ato janë detyrueshme. Rekomandimet e parë nuk janë ligj, nuk janë detyrueshme për të zbatuar rekomandimet. E para dyta. Pastaj,
kjo nuk vlen për rastet e masave të sigurisë. Për shumë, spaku mund të marrë masë sigurie arrest me burg, ose arrest në shtëpi. Si të shkosh prapë si e në punë. Dhe me thënë, kjo ha shumë diskutim, është diskutim... Tani ky precedent që thotë... Ky precedent që thotë Denisi, është precedent, nëse Ngrova dy tablo. Tabloja e parë, që Palët thash... kanë drejt të ankimojnë, si të vendosin që ka. Ore, ne jemi në këtë debat, prandaj unë këmgullja këtu, se Rama ka vendos mos dorëzoj Ballukun, por në qoftë se Rama i thoshte, o zonjë, ke një akuzë, shko mbro pa Ne që hyre këtu ti, qëfar opcionesh ka Rama me ndonë ti? Nëse e lëshon Ballukun a dëmtojët, por nëse nuk e lëshon, me që hyre këtu? Se dhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Rama dëmtojët në 2 rastet. Edhe po e lëshoj dhe po nuk e lëshoj. Po. Kjo ipset vrava, zbritset vrava. Sepse ka një gjë. Ylli, më falë, ande që ta shterojmë atë pjesën... Jo e shterove e theti, atë është precedent. është tjetër gjë masa e sigurisë, se masa e sigurisë është një rast shumë specifik. Kemi ardhë akoma të masa sigurisë tuti. Po pra. Mas siguri është kjo ndaj Pas Ballukut. ndalimi. Mas siguri është kjo ndaj Ballukut. Mos hyn zyrë. S'ke për dal Unë e jashtë. cilësova vetë mas sigurie. Unë e cilësova vetë është hapi shkalla e parë, thashe mas, po nuk e kemi pas si precedent, se ne kemi pas detyrim paraqitje, arrest shtëpia, arrest me burg. Këtë njohim si mas sigurie, se janë dhe me i farë mënyre kushtëzuese. Kurse fakti që ti nuk ushtron funksionin publik, nuk është mas që ty të penalizon nga pikpamja e kuzdimit jetës. Ajo mund shkoj deputete, më vazhdon funksioni si deputete pa ndërprerë. Pa i quar kërkes atje. Shkon në për komisione e tjere, në rastin konkret. Problemi im është ky. Do me thënë, kush na dëgjojnë që flasim, bën një pyetje. Duke dëgjuar dhe argumentin që dhe ti nga Venecia dhe argumentin që them mu që çdo njeri në akuzë duhet tiki nga qeveri. Ore, çfarë duhet ndodhte me këtë Ballukun? Duhet shkoj më në punë apo duhet Standardi moral është çështje tjetër. është thelpsor. Nuk na përcakton Venecia standardin moral. Është thelpsor. Jo, padyshim që sa përcakton. Do me thënë. Edhe ai që ishte në linjën e Denisit, sa përgjigjen... Atëhere, pse duhet të kacaviremi kur kjo çështje zgjidhet me i parimsi morale? Se kemi humbur, vëlla. E kemi humbur në etikën morale. Pra nuk ka pasur asnjëherë këtu, po kapet pushteti dhe po mbahet me çdo fojë të mundshëm për të ruajtur pjesën e vet, tagrin e vet personal. Pra, këtu shprehja që nuk më normalja është duhet tikte më. Rama sot shpallte zëvendësur ministre tjetër. Shumë dakord, ne kemi humbur. Grua po do. Tu të gjithë nuk fshihen më as pas hipokrizisë, se ka pas një hipokrizi këtu që shiko, unë nuk e mbaj pushtetin pa do qartësoj një veten time penalisht, pastaj do të linin pushtetin, linin karigen në mënyrë subjektive, për të sqaruar pozicionin e vet penal dhe më pastaj për të qenë i pastër përpara publikut. As nuk thuhet më kjo gjë. Ore, kemi është thënë një herë i kohë, tani as nuk thuhet më. Kemi 5 ditë. Kemi 5 ditë po të shohësh lajmet e çdo televizioni, pritet emergjencë me përmbytje Belinda Balluku në krye të shtabit të emergjencës. Sot njeriu që duhet ishte në krye të shtabit të emergjencës ka ndet 7 orë me ulëzyrë. Si do zgjidhun hallin tim. Pra që nga kjo, s'duhet jetë më zyrë. Nuk duhet jetë më zyrë se kallën e vetë, nuk kallën e... Ne pse diskutojmë këtu, se unë besoj se është duhet jetë Shqipëria i vetmi vend ku panelist, gazetar, futen në detaje teknike. Sepse kemi vras standardin moral të në Shqipëri. Po standardin moral tani ne nuk kemi në kishë. Te gërma e ligjit, te gërma e... Po ne jemi as në kishës të Babamundi. Jo, kemi vrar ne si shoqërime, kemi vrar standardin moral. Shoqëria kemi vrar, ne kemi vrar shumë gjëra pa në. Ti do duhet kemi lënë që pa vrar këtu. Jo kur të vjen kemi lënë që pa vrar ne. Tjetri, kur i del lajmi në media, del lajmi në media, në Austri, i doli në gazet, nuk i vajti prokuroria fare, në gazet, në gazet, dhe dha dorëheqje. I tham ato, i tham që në fillim, kjo nuk po ndodhë në Shqipëri, tani ne të bërtasim sa duhem, nuk po ndodhë, dhe këtu beteja është për të normalizuar, mbajtjen e postëve me çdo kush edhe kur janë hetim, kjo është, tani janë solidar politikanë për këtë gjë mbyllim. Ne diskutojmë studio për 2 aspekte. Aspekti juridik s'është i joni. Zonja avokat të saj... Soli avokati pra e solëm. Pra, aspekti juridik të ndjek, jo, për thëmë që të ndodhë. Avokat, nuk është avokat është jurist. Aspekti politik tani, që e ngre andi, është kjo që gjdo bëj kriministi. Kjo është një temë për ne.
Atë ndjekin vetë pastaj, do qenë gjykata apo jo. Unë të them që kryeministri nuk kishte pse fliste që sot, për mendimin tim. S'kishte pse manifeston të ajë të frekonte duar dhe të mos i frekonte. Ai është befasuar ndoshta, megjithëse ka pas kohë për të mos u befasuar. Se kjo temë, kjo çështje ka dalë në skenë prej disa javësh. Megjithatë është një goditje e madhe për kryeministin, është më e madhe se sa të tjerat, sepse është në detyrë. Për të tjerat kishin ikur pak përpara ose i kishte larguar ai, kishte marrë vesh diçka, kishin ikë vetë ku diun. Të gjithë zyrtarët e tjerë të lartë Partisë Socialiste janë hetuar mbasi janë larguar. Për herë të parë kemi pra edhe këtë Kemi një thyrje, po, këtu jemi dakord. Tabuje që është zëvendës kryeministri në detyrë. Sigurisht që Rama tani shikon që ato pemet që ka për qark po shkulen dhe pema qendrore, do të thënë, rranje i lëvizjen, apo jo, kur ndodh ai ka një problem të madh. Po se çfarë do të thotë, do presim. Unë mendoj se s'mund ta mbrojë. Mendoj unë. Përballë llojit akuzës që është ngritur dhe atyre pak fakteve që kanë qarkulluar edhe në publik, nuk ka mundësi ta mbrojë. Do merrte një kosto shumë të rëndë. Do ta lej në hullin juridike, si që the dhe Shparti i ka vuar atë. Qofse gjykata apelit. Po fitojmë në përmjet. Qofse gjykata apelit e rrezon shkallën e parë. Qofse gjykata apelit e rrezon shkallën e parë. Shumë ajo kthehet në detyrë dhe ai nuk ka asnjë problemi me kompleksin politik në këtë rast. Mos i komentojmë vendimet e gjykatës. Dhe nesër ka një mbledhje qeverie në orën 9. Po. Dhe gjithë presi sikur do ndodhi hataj, mendoj që do ndodhi konfirmimi, nuk do ndodhi shkarkimi. Ka thënë që kanë anulluar, kishte nxjerrë nga këto mediat e qeverisë, do e drejtonte Balluku, po mbledhja u anullua. Jo, me sfidu drejtë. Jo, po do anulloj. Jo, s'ka një nga këto mediat e qeverisë, nuk e di se... Vendimin do anulloj gjykata. Jo. Mbledhja më presoni se... Ishte një mbledhje, ishe parashikuar... Se mbledhja të anullohen o Balluku, por... Bile dhe kongrese ka ndodhur që janë anulluar. Po, dakord. Tani, Rama s'ka pse të ndërmarrë hapa të nxituar para se të flasi gjykata. Dhe nëse gjykata apelit vendos në kontekst tjetër, nuk ka pse të marri kosto politike të parantezë. Pra i do presi vendimin e gjykatës dhe pastaj do marri hapat nevojshëm nëse do i duhet të marrin hapat nevojshëm. Si logjik politike po flas. Jo, kështu është saktë. A duhet morali personal është gjithse kujt se si vepron? Në Shqipëri dorëheqjet janë me gishtat e dorës, fatos. Sa radhë do pres vendimin e gjykatës. Ai ish zëvendës kryeministri Berishës. Se do e pres, sepse ka marrë dhe një mësim nga gjykata kushtetuese për Veliajin dhe ai tani është sfiduar nga një gjykatë dhe tani e ka kthyer krahun tjetër. Do të vazhdojnë gjykatat me radhë, pastaj të flasin. Është dhe çështja e pyetje Baron Bushatit që mbetin mes se kishte mbaruar ti. Rama dhe duhet të presi, pra duhet ta mbroj Ballukun për një gjë se çështja për cilën akuzohet Balluku nuk është që i ke blerë ca fustane gruas. Janë 50 milion euro tenderi trukuar që s'ka shqiptar që nuk e di që është Rama mbrapa, se është Balluku. Kështu që Rama nuk mund ta lëshoj kaq kollaj Ballukun për një gjë që e di gjithë bota që e ka bërë ai. Do të thëj që Rama edhe nëse e lëshon dëmtohet edhe nuk e lëshon padyshim. Pse? Sepse në qoftë se nuk e lëshon, gjithë debati do jetë prishi gjithë kauzën, u bë stre për të akuzuarit nga Spaku, po e përdor qeverinë si mburoj, po e lëshoj çfarë ndodh. Çështja e cila po hetohet, pra tuneli ku janë zhdukur 50 milion euro, në qoftë se Balluku ja hedhin qenve si Erion Veliaj, 50 milionët nuk do gjehen dhe gjithë presioni për të kërkuar 50 milionët nga Balluku si mburoj do shkoj drejt për drejt ke Rama. Kështu që Rama është i dënuar me një zgjedhje që nuk ka, që as nuk e mbron dot, por as nuk e shet dot. Të sjarojmë dhe dikaj se ka qenë njeri shumë rëndësishëm. Profesoret mos pa më shkruan që vetëm në Shqipëri ndodhin debatet të tilla që është ligjore apo jo masa. Nuk di ndonjë vend në botë që zyrtari i lartë akuzohet për korrupsion dhe të mos jap drejtjen. Profesor, nuk është akuzuar për korrupsion. Shkelje barazisë tender. Dhe kemi bërë për Sali Berishën që akuzoi për korrupsion,
kemi bërë të njëjtin debat që a juridikisht duhet ja marrin pasaportën, a duhet ja kufizojnë lirin, pa tjetër. Po profesorit se nga tënë për... Pavarësisht se kush është njeriu, debati ligjor dhe mbrojtja ligjore duhet jetë e plot për çdo njeri. Ne po flasim për standardin në këtë rast, unë mendoj që politikisht jemi ende në suazën e abstragimit. Për shembull, Bushati e bën fakt 50 milionçin që është vjedh. E provojmë dot? 30 milion kanë avulluar. Me si e provojmë? Zjetë e drama Si e e provojmë? bënë si incineratorin, që e kanë bërë tha 480. Që aty unë kuptova që i kanë vjedh 50 milion. Se i kryeministër serioz nuk i thot opozitës që nuk janë 50 milion, po thot ai tender ka kushtuar kaq, kemi harxuar kaq për këtë, kaq për këtë, mbyllni gojën, nuk e bën gallat. Ku i keni 50 milion u bot se luli? Diskutim parlament është ky. Unë jam menaxherin 190 milion eurove që ju qytetarë mi keni besuar, unë këto i kam harxuar kaq për këtë, dhe nuk është vjedha si kokër leku. Po e kallove me gallat, 50 milion apo 45, do me thënë që i lërën xhepit. Çështja është që janë dy tendera ndryshëm, nuk është një tender. Dy tendera ndryshëm për një vlerë. Dhe te i dyti nuk është akuz. Nazës të ti. Nuk është akuzuar, është Tenderi ndryshuar. për 50 milion. 50 milion. Janë dy tenderat ndryshëm. Është zhvillu një tender i parë që është anullu, është zhvillu një tender i dytë që ka pas vlerën maksimale X. 190 milion. Dhe ka fitu kompania Y. Një kompani, Një kompani, e di pano më mirë, një kompani, ta sqarojmë, nuk duam me... kompani ka bo, as si lek pun, kanë datë dividend 30 milion gati. Ta zgjidhë gjykata Gjykata do vlerësoj. Gjykata do vlerësoj. Dhe gazetarët do pretë se... Jo, më fal. Tani, po flasim për precedentin e jo emrit. Pra po flasim për do çekosh. Ka qenë në rregull kjo procedurë, kjo. Nëse ka shkeljet procedurës, atëherë do vlerësojmë sa ishte dëmi kur u shkel procedura. Nëse s'ka shkeljet procedurës, nuk ke çfarë thua as 50 plus as 60 minus as se nuk hyn dot ke termat. Pra këtë po them. Ti do shohësh procedurën, a zhvilluar tenderi në rregull? Jo. Si, pse? Nga e vërteton. Si, po, e lexove dosjen. Po jo më nuk lexoj. Anulloje, jepi aktima, silla të këtu. Janë pasazhe, tërësinë e dosjes. Po jo, pra se ne ndërtojmë, marrim një pjesë puzzle-i e vendosim këtu e kombinojmë. Mere ti çka ka ndodhur? Tani, disa zera... Mund të jetë kështu. Jo, në kanë ledzu. Pano, tani tja një sekund. Në kanë ledzu. Atë që doli, 25... Disa zera nga opozita kanë kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Ndërkohë, Partia Demokratike do të vjojë protestën ose foltoren që quhen ditën e enë. Çfarë qëndrimi duhet të ketë opozita me këtë zhvillimet fundit? Duke patur parasysh edhe qëndrimin që opozita ka ndaj SPAK-ut. Si e mendon? Jo, se unë atë nisa të thoja që në fillim, unë për te debatit e quaj me shumë vlerë debatin teknik natyrisht për fatin juridik të procesit, unë e shoh më tepër politikisht gjën, sepse siç e nisa ta thoja që në fillim, ky do duhet që të ishte një ditë gëzimi për opozitën. Sepse në niset ishte për të thënë. Hapet mundësia, pra këtu kemi një tundje të fortë të pushtetit mazhorancës aktuale, por për shkak të faktit që opozita shqiptare është e varur tekstualisht në fijen e perit të fatit të një individit vetëm, sot nuk ka as mjetet, as dëshirën madje, për të qenë aty dhe për të mbledhur mira vetan shesh. Do duhet ishin mira vetan shesh sot, për të rëzuar qeverinë Edi Ramën, sepse është më i dobët se kur. Nuk janë mira veta. Pse? Sepse nuk frymëzon opozita. Dhe ky është problemi më i madh që shohun. Për te debatit teknik, dakord, jam shumë dakord me debatin teknik. Por kush është oferta që i vjen përballë, sepse qor për qor e kam në bord, thot ai. Pra, unë po të jetë që oferta që më vjen është ajo që kam rëzuar dikur, po jo mos zotëri se jam mirë me këtë, se e kam bajtë. Le të na vjedhë ky. Bravo. Pra, në qoftë se është për të vjedhë dikush, le të vjedhë ky se qor për qor e kam në bord. Në qoftë se opozita do kishte bërë gati një ofertë të re, po për të bërë gati një ofertë të re do duhet mos ishte pengi interesit e një njeriu. Do duhet që dilte nga suaza interesit penal të një individit vetëm.
Ore, po shqiptarët ta dini sa do vitë Edi Rama s'kishin rëndësuen Veroqën, ma. Si thu ti. Dhe prandaj, dhe për këtë arsye sot si ke në shesh. Sepse ne themi sot, është Edi Rama, por ku t'ju prish puna? Pano. Se do iki Belinda Balluku, do vi Ludmila Farruku. Do luftojnë pasaj. E bërë me rimë e të gjitha. Jutlinda... Dëgjoj se do... Panu... Më kuptoj, një sekund. Do të kuptojmë se është kot kjo gjëja. Jemi okej. Vazhdojmë përsëri si një gjë. Busha do ish me njërë sa po... Do gjyrojmë në ajër. Një sekund vetë. Ja tani, vetëm një sekund. Do luftojmë për të hequr njërin e tjetër. Për ta mbyllur, se bëjnë një gabim në njërë që i lexoj mesazhet. Belinda me Rama. Një sekund preç, po ju lutem. Ju lutem. Jemi okej. Pastaj ndryri bushat dhe thuaja. Se bëjnë një gabim që i lexoj mesazhe. Ylli thotë profesori, nuk je parimor. Cili nga profesor? Profesori që lexoi mesazhin pra. E the të parën duhet lexosh dhe të dytën. Tani profesori nuk do t'i lexoj. Por megjithatë unë po ta lexoj dhe të dytën. Të dytën. Aq më tepër që interpretove në mënyrë qesharake thotë. Jo, nuk e interpretova profesor në mënyrë qesharake. Tani e dyta është kjo. Edhe kjo që thua është në linjë me çfarë të shkrova. Shkelja e barazisë tendra përse bëhet? Shtron pyetjen. Të lutem të këte, indirekt po i them unë, profesor, por nuk ka akuzë për korupcion, profesor, dhe ti je një njeri ekonomis. Po ti nuk s'ke pse lexon dhe përgjigjet e tua për profesor. Jo. Se ja, unë, do më thënë këmë akuzon që unë ka përqimet, ti thua e lexohen më qesharake tani, se kjo s'ka kuptim. Kupton, profesor, tani sa e thjesht është, nuk ka akuzë për korupcion. Nuk ka, më. Nuk është berë. Ndoshta bëhet më vonë, por nuk ka. Okej, tani mos shkruaj me të lutem që me quaj dhe jo parimor, po deshe po, tani që të themun, ta lexova dhe të dytën, Ftoj studio. të lutem thuaj edhe këtë thot, dhe do t'jesh në studiot e unë, javën e ardhshme, do të përpiqem të ftoj patjetër. Tani, Bushat, në lidhje me këtë që tha për opozitën, Ta mbaroj e që këta. Sa ta mbaroj? Ta mbaroj. Pra ideja është... se unë ndryra, pa mbaroj, gabimi Se dytë. njerëzit nuk janë sot në shesh, Se shikojmë këtë. Se njerëzit nuk janë sot në shesh, jo sepse nuk janë të bindur se mazhoranca është korruptuese e korruptuar deri në thelb. Ju bindën që me, nuk besoj se kanë pritur deri te Belinda Balluku. Janë bindë që me Ilir Beqe. Por, problemi është që në qoftë se oferta nga krau tjetër është një lloj, madje, është e njëjta që ata kanë refuzuar përpara shumë vitesh, fakti e tregoi që nuk e duan këtë ofertë. E kanë treguar Sali Berisha përballë Edi Ramës nuk fiton dot. Këtë e dim. Pra kush nuk e pranon dot të, do thotë që është nuk e di, domethënë intoksikuar deri në thelb. Sepse ky është fakti i parë që duhet pranuar nëse duam ndryshojmë. Sepse po t'i vëmë në radhë, pastaj pas Belindës do vi Jutlinda, pas Jutlindës do vi Majlinda, pas Majlindës ne do vijemi duke folur poshtë Belinda, poshtë Majlinda, poshtë Jutlinda, siç po themi sot, poshtë Erioni, poshtë Tiksi, poshtë. Pra, ne do jemi të dy bashkëtu, ku do t'i numerizojmë përsëri ata i duhet heqin. Duhet të ndryshojmë pasojën. Çfarë ndodh? Në qoftë se ne mbetemi te ndëshkimi pa korrektim, sepse ky është ndëshkim, ne ndëshkojmë, por nuk korrektohemi. Vazhdojmë, do vi prapë një ajdu tjetër më. E the, kjo është ideja. Bravo. Dgjoj, Duhet të mendojmë për këtë. Prandaj nuk dua ta devijoj temën nga Belinda sot, prandaj do të përgjigjem telegrafisht vetëm me dy gjëra. Njerëzit nuk dalin në rrugë kur protestojnë për të hequr Ramën dhe për të sjellë Saliun. Mund të protestosh edhe se i ndinjohesh, edhe se je kundër që po të vjedhin. Njerëzit kur dolën 3 muaj kishte Rama në pushtet për armët kimike, nuk dolin se dolin sillnin Saliun. Por atëherë Shqipëria sa kishte ndru pushtetet dhe ishte akoma demokraci. Njerëzit në diktaturë kanë 10 fish më të vështirë të çohen e dalin rrugë se sa në demokraci. Prandaj s'dalin sot. Do me thënë, ti mund t'jesh në rrugë, jo se do Saliun, po se nuk pranon të videsh. Po sikur të t'japu një... njerëzit sot nuk dalin se kanë frikë. Të t'jap një panoram tjetër. Por thuaj çfarë do ndodhi nëse do kishim një opozicion. Të merremi me Belindën. Po, sepse ta lëm opozitën. Të kuptosh të gjë. Rrëzimi i Belindës ishte ajo që të gjithë ne besonim se do të ishte shkalla e fundit që e mbante. Këmba e fundit që e mbante. Një njeri super optimiste, di çfarë do thoshte. Jo, nuk jam. Jo ti jo. Se të dalë në rrugë unë do thoshte, kur Shqipëria është një parajs që ka ngrit një spak,
që gjithë këta të korruptuarit po i fut brënda. Pra ti s'ke nevojë të protestosh, se këtu drejtësia funksionon. Pra çfarë ndodh? Është që neve pasi fusim Belindën në burg, presim të fusim tjetrin. Kush do vinë në vend Belindës? Spaku është valvula e shfryrjes së protestës popullore. Ose u bën nami para Spaku. I krijon njerëzve para 2020 është u bën nami. Këtu kush vjedh ka drejtësi, ndërkohë që ai vjedh më shumë se nga të gjithë. Tu që pas 2017 bushat, pas asaj që u bë me çadrën, që u ngrit gjithë ajo frymë dhe në fund fare u përdor për interesin personal të Lulzim Bashës, këtu njerëzit nuk të protestojnë më. Trosh mua Ore të protestojnë. Sepse ajo protest shumë e mirë që nisi atëherë dhe parimore, që nisi atëherë u keq përdor për interesin e një personi. Ky është fakti pse s'dalin protestojnë. Me që ti kishe hall, ka njerëz në rrugë, mos i shkonin këtij kriminalit Sali Berishës. Sot thiri protest agronshe, i shkonin agronshe. Nesër do tresi arrin. Pikërisht pra për këtë. Por opozita në vetvetit, se në diktatur njerëzit janë të friksuar. Nuk ka lidhje me frikën, ka lidhje me mos inspirimin. Me mos inspirimin, nuk besojnë se opozita vjen në pushtet. Duke u zënë për opozitën. Jo më jo kaq, Maroj, nuk zjemi për opozitën. E lam. Jo, s'është dita opozitës sot është. Tani, okej. Juve bëni qëllimisht të ishtin kur unë prek telefonin. Na jep urdhër preçi dhe ne ndërpresim. Do më thëmë preç ke fillu të ma futesh mua ti. Po ç'duhet flasim ne, ti ke gjithmonë një njeri që lexon. Por aty dhe na e sjell tu. Ky herë preçi ma ka bërë. Po s'ma ka bërë njeri kështu mo që të mbetem unë para popullatës të mbetem kështu. Jo, se ti ankohesh. Are mua më latë para popullatës më latë si... Në vend të ankohemi ne, që ti komunikon me ata dhe na lën e këtu si huj, kur tu të ankohesh. Ishte rast mos i bjem kontë, po shikonte e pension e vetë. Kakofoninu nuk... Jo më përshkruaj o fut pjesë e parë si... Kakofoninu... Ky do ishte... Të ju lutem, tani... Tregimi më i bukur që mund të kishe shkruar. Por nga pyet, personazhi që... Kakofoninu se kanë qef. Po pse mo ti si shikon gjërat e tua? Kur i mbaron? Po nuk bëj tregime. Se është një gjithë duke mbaruar, o zotëri, po s'mën do tregime. Ti që je tregimtar, këtë mund ta bëje personazh. Njeriu që shikon emisione vet. Mirë. Shperl si fabull. Po shikojnë çfarë futet në rrjete nga kjo që unë bëj. Dhe vëzhgoj, po 5 minuta më përpara, se nuk është në interes shikuesit, unë po shikojnë se vërejtjen kryesore s'është lajmi im ta, ku është lajmi im për Venecian. Dhe unë po i shkruajnë stafit dhe po të donte preçi më kapte prap. Sepse ky kërkonte lajmin aty. Po kjo nuk është interes publikut. Tani të kthehemi preç. Ti vazhdo thur. Jo. Çka ka fit? Unë kakofonin se kam qef. Kam ik nga media tjera. Tani, ndërkohë që s'pak. Por më shumë urren mungesën e vëmendjes. Këtë të opozitës, zotëri, përveç sa pano dhe replikës me Bushatin, a mund thoni dhe ju nga dy fjalë që duhet bëj opozita tani, apo opozita ka hallet e veta? Si sa pano ka hallet e veta? Preqësime, po jo gjatë. Do kalem një pikë tjetër. Opozita ka arsye njëherë që t'i gëzohet këtij zhvillimi për çfarë ka bërë vetë, sepse Belinda Balluku, tendri i Llogaras sidomos, po edhe më duket dhe Unazës, është paditur pikë së pari nga opozita. Lulzim Basha i pari, pastaj Gazben Bardhi i dyti dhe kanë përqafuar edhe këto të tjerë. Pra, Spaku, në këtë rast, është vunë lëvizje nga padi që kanë ardhur nga opozita. Pra, është një marrëdhënie normale në këtë rast, pavarësisht çfarë qëndrimi mban opozita ndaj Spakut. Ajo mund të protestojë. Sigurisht që kur realizohet, ajo që kërkon opozita, protesta nuk ka fuqinë që do kishte kur s'është realizuar. Por opozita mendoj, unë do thras njerëz, do të përpiqet ta shfrytëzojë, ka një të keqe, do mas njerëzit, do numëroj njerëzit sa i vinë. Por, preç me hije ti, ndërkohë Spaku po kërkon, po vijon se ka dhe hallin e vetë një opozita, që është halli doktorit. Po vijon e timet prinsianarin dhe së fundmi u paraqit e doktori, aty për këtë punë, i cili e quan Spaku në institucion që bën hetime politike. Ky duket i fiksuar nga këto hetime dhe ti thua, duket tani ka probleme këto hetime dhe ti thua të merret tani me hetimet e Belinda Ballukut. Atë o tham, pikërisht ky qëndrim, domethënë, i Partisë Demokratike i Berishës për Spakun, që është në konflikt interesi, sepse vetë është i hetuar për njërin padi, që është e Partizanit, dhe në hetim për
ngjarjet e 21 janarit që sapo kanë nisur, pra pikërisht ky konflikt interesi e bën, si më thënë, e pa jehon atë që thot opozita. Opozita kërkon të mbledh njerëz, protestoje për një gjë që për një produkt që e prodhon një institucion që e urren opozita. Njerëzit janë të marrë. Njerëzit ndjekin ato përgjithsisht, njerëzit në Shqipëri ndjekin ato forca politike që e mbështesin SPAK-un, sepse ashtu e kanë mendimin sot për sot, shumica edhe me sondazhe besojnë se vendin mund ta çlirojë nga ngërçi që e ka kap vetëm drejtësia. SPAK, GKO-ja, largimin e këtyre të paprekshme, pa ndëshkuarve kurrë, etj. Kjo tani rasti 21 janarit sigurisht që është një rast shumë i rëndë, kemi biseduar dhe është një plag në trupin e shoqërisë shqiptare, që ka ngelur e pa shëruar, dhe shoqëria realisht, pavarësisht se ndodhin plot ngjarje, njerëzit duke sikur harrojnë, por shoqëria në atë kuptimin që ka koncepti, nuk mund të çlirohet, domethënë, nga një tragjedi që është jetuar në sy të gjitha kamerave. Unë çudita Berisha edhe që u paraqit për herë të parë në SPAK, dhe kjo ishte ngjarja që për herë të parë dëshmon, kur doli, me thënë drejtën, prisje që thoshte në një gjë që i vinte era ndjes për të vrarët. Me thënë, paka shumë ripërsriti një narrativ duke e zhveshur nga shumë element që kanë qenë element propagandistik edhe që kanë ndikuar në fakt në devijimin e hetimeve në kohën kur ka ndodhur. Edhe? Nuk kam lidhje. Jo, krim shtetror. Krim shtetror ka qenë tha, po pa dashje. Pa dashje. Ka urdhër pa dashje. Na falni që u vram. Falë minutë. Kështu që na falni që u vram. Paka shumë narrative ishte që u vran nga kabina e herojes. Dhe më thënë doktori thonë ju është në hallin e vetë. Dhe paka shumë. Dhe nuk përgjithë. Sepse ajo është një ngjarje ku ai është përfshirë, ka vendos vetë. Zoti Ylli. Jo, po i them panas që me zhdigjojmë edhe çdo të preçi e gjitha, doktori ishte në hallin e vet tani dhe nuk mund të... Dakor pra jam, po tash njeriu nga një herë, shiko, pranimi i një përgjithësie e lartëson njeriu. Po, e lartëson për në mekanimin e kohës. Jo përgjithësi për... Jo përgjithësi për... Jo, përgjithësi... Morale që ndodhi. Janë vra njerëzit në oborin e selis që drejton ti, duke qenë ti aty. Duke qenë në një vend ngjarje, ku ndodh një krim, ku është i pranishëm kriministi, sigurisht që asgjë s'mund ndodhi jashtë mbulimit të tij, është absurditet. Në atë moment s'ke rimën zyrë. Por, shiko, duke nejtë aty, ka dashur, s'ka dashur, Sali Berisha ka marrë përgjegjësinë për gjithçka që thotë. Kush mund guxojë të bëjë aty një gjë që nuk e don Sali Berisha? Nuk po flas për raportet që kishte Sali Berisha me pushtetet që ishin zero. Tu kam ndërhyrje. Para ti, po dhe sikur të kishte. Tu kam ndërhyrje unë preç. Se unë këtu jam 100% dakord me ty. Dhe ne themi që se për 20 janarin janë dënuar njerëz, por ne themi... nga pak kujdesia ka e 2 vjetë, 1 vit e gjysë edhe 3 vjetë. Do me thënë, ne për janarin, 20 janarin themi nuk është bërë drejtësi, sepse është ndjekur parimi nga drejtësia e vjetër që kanë hëngër kumbla dhe dardha dhe kanë gjuajtur fishek mbrapa kurizit shefit. Dhe atë e quajmë drejtësi të qalë. Këtë drejtësinë e sotme, që na ka vërtetuar vetëm që ka njerëz që hanë kumbla dhe dardha mbrapa kurizit shefit, e quajmë drejtësit për kryer. Këto janë 2 standarde flagrante pra, po se njërën drejtësia na temojmë dhe këthemi kjo drejtësia dytë po funksionon. Ndërkohë... Paralela që heq ti është më paralele që si krahasimet qalojnë zakonisht. Gjithmonë. Tuja qalojnë shumë. Por prandaj hidhen në tryez që të ketë njerëz që dështojnë këmbën tjetër. Nuk mund vije në një plan kur për mendimin tim, se kjo më qënë të ka do debatet e atyre ditëve që kishte disa analistë që donin vije në një plan plumbat me gurët. Jo. Gurët, kundër atyre kemi. Po këtu po flasim për drejtësinë. Gurë e në gjithë. Po. 21 janar për drejtësia kryeministit.
Indifat Në 21 janar përgjegjësia është e kryeministrit. Jo, Te tuneli Llogaras. Ke inceneratori përgjegjësia është Kjo është kryeministri. spekulative. Dhe Kjo që thu ti çdo drejtësi është që nuk shkon spekulative. ke kryeministri për këto krime të tmerrshme, është drejtësi e kapur. Kjo është retorikë spekulative. Jem duke folë ta mbyllë me. Thu edhe pak, pres tani se këtu nuk dorim gjatë. Jo, shkurt do Se popullatës e kem po kam dhe një 4 pyetje. Po spekulon me unë them që përgjithësia për 21 janarin është përgjithësia atyre që e kanë bërë, por duke që ajo është ka ndodhur një terren shumë ngushtë. Ktu që thuti, këto ndodhin që nga veriu, që nga jugu, është tjetër dinamikë kjo, unë e bëj përgjigje se Edi Ramën për këto që ka ndodhur. Ky s'ma dha fjalën mua si Jo, si sillet drejtësia në raport, jo ne. Ne Vetra përgjigje se penale bëjmë. është individuale dhe nuk askush s'e ka akuzu Sali Berishën akoma për këtë. Ai Spaku sot po akuzon individualisht zyrtar të lartë dhe shumë të lartë që kanë për hesapet dhe kanë bërë vepra penale. Kjo është hetim. Unë ja duke thënë një gjë tjetër që Jo, gjërat ndryshme tham. Po besoj plotësues, gjërat patjetër ndryshe. Jam duke thënë që ajo është një ngjarje që ka ndodhur një territor shumë të ngushtë, ka ndodhur një kohë shkurtër. Në 8-9 sekonda ka ndodhur vrasja, po them. Ka një kronologji e cila nuk mund të shkapërcehet. E kemi thënë edhe herë tjera. Janë pamjet. Ka 2 vrasje të pahetuara akoma. Dhe drejtësia ka dështuar. Dhe drejtësia deri më sot, sepse s'ka qenë Spaku. Po Spaku po dështon, po njësoj, kumbla dhe dardha, merret me ata që anë, kumbla dhe dardha, Ta pranon. pas kurizë. Merret me zëvendës kryeministër. Atere, merret me okej. zëvendës kryeministër. Mendoni një çast, mendoni Jo, një është çast sekond. që Berisha mos kishte këto ngarkesa politiko-penale që ka dhe se si do e kishte përdor Spakun kundër Edi Ramës dhe drejtësinë e re, në mënyrën më spektakolare. Por kompleksiteti personal që i ka, Berisha përdor çdo instrument, Berisha s'ka përdor. çdo element që nuk ekziston e kthen në favorin e vet politik. Aleat me jo një një gjë që instrument. nuk e ka në kontroll dhe nuk e ka nështruar. Po Edhe kur i shkon favor, thot do keti hile këtu. vetëm mos kishte Nuk konflikt. të quan Berisha po s'pati ushtar. Vetëm mos kishte konflikt. Por për shkak se ka konflikt vet, Mirë më ta pyesë Spaku- ai bëj pyetje thjesht. Ti të me logjikën tënde, ata kanë lyer me në shkot që luan mbi trupa njerëzor vetë. Pra, luajtën me opozita Fajsoj Berishën për atë. Drejtësia opozita nuk ka shkuar është do, se ne... përse do idhemi dhe Rama tani. Si sot, Një s'kem drejtësi sekond. shkon dot ke kryeministri. Opozita As drejtësia ka ngerçin e Ramës, vet. Berisha as ka- drejtësia Altin Dumanit nuk kanë këllqe për të shku ke kryeministra. Dhe janë njësoj, si drejtësi e vjetër, si drejtësi e re. Dhe midis Ndrea Prendit dhe Belinda Ballukut nuk ka asnjë ndryshim se janë ushtar të shefave. Ajo nuk ta beso kërkush këtë gjë. Janë ushtar të bindur Nuk ta të beso shefave. njeri, mund ta Ajo ka vjedh për Ramën, ai ka vrarë për Saliun. Mund ta thuash. Dhe drejtësia përdor të njëjtin standard. Na ditë mund ta thuash të gjë, bile relativizohet bënë vrasja kontradiktore edhe me nga veten zgjidhja. tane, se në fillim the tjetra gjëra për Spakun. E tha në fillim, Spaku nuk mund t'ishte tha për këtë rast, para jo. një viti si që është sot. Ai konsekvent ka qenë atë që thot. Do të shikojmë edhe një raport Të që njëjtat gjëra, vendosin thonë. vetë Spaku Tani, me punën, kalojmë- pojën, ligjin. Pra Tani e jemi- jemi çdo ditë. O preç, këtë thot Narnoka tani molla që nuk është sot siç ka qenë dje. Edhe Ina Rama nuk ka qenë vitin e 5 siç ka qenë vitin e ka thënë Noka parë. këtë Të thoni? gjithë Doka. janë të ndryshme pas 5 Ndoka ka vjetëve. thënë këtë Kaq vërtet. pra. Kjo është e vërtet, nuk është. Është deviz kjo që po. Edhe po the ti do ishte e vërtet. Tani Patjetër. ju lutem. Po janë vërteta që s'ka nevojë të thuhen. Që Fakti si qemi vitin e parë, si jemi vitin e Ajo 5. që ne- Po jemi të panevojshëm dhe të paplot dhe vitin e parë dhe vitin e 5. Këtë po themu. Tani, po, Vetëm për 21 janarin. Bie dakord me Bushatin në këtë pikë që natyrisht si kundër të gjitha çështjeve këtu që edhe unë në gjykimin tim tek sterilizimi dhe tek incinerator të paktën. Jam i bindur në vetvete, nuk mund ta quaj nuk mund të vëj një term juridik, po thjesht i bindur në vetvete që çështja shkon deri tek kryeministri i lartë. Dhe kryeministri mund të sa doj me inceneratorin, po ja bëjun llogarin kryeministrit, janë 35 vjet dhe këtë vit do të marrë 11 dhe do të vazhdojnë me progresion rritës kontributi shtetëror për çdo vit dhe mund i dalë dhe 600 milion, jo 400. Mund i dalë dhe 600 vit e 35. Por jam shumë dakord me atë që thot Bushati që drejtësia e re do duhet të bëjë diferencë nga drejtësia e vjetër
që t'i shkoj çështjeve deri në fund. Pra, këtyre, qoftë çështjeve të Belinda Ballukut, qoftë çështjet të inceneratorëve, qoftë çështjet të Ilir Beqaj, duhet t'i shkoj deri në fund për të vajtur te koka, sepse në të tëra këto, koka është, e dim shumë mirë, Edi Rama. Dhe këtu duhet të bëj diferencën drejtësia e re, po do të bëj diferencën. Ndërsa sa i takon 21 janarit, 21 janarit nuk do ta quaj asnjëherë të plot, në qoftë se natyrisht do të gjykojë vetëm njëra nga veprat penale, që është vrasja. Absolutisht 21 janarit duhet të jetë guri i provës së maturimit shoqërisë, që këtu politika mos përdori më njerëzit, një t'i çojë për të vrarë për të marrë pushtetin dhe tjetri t'i vrasi për të mbajtur pushtetin. Kjo nuk duhet ndodhi më. Dhe prandaj hetimi 21 janarit i plot, duke filluar që nga organizatorët, kush i çoi ata njerëz aty? Me çfarë qëllimi i çoi ata njerëz aty? Më pas ekzekutorët dhe ata që në fund fare fshehën prova, e u munduan të tjetërsonin fakte etj, pra duke i kapsuluar të gjithë elementët të plot, ajo do të sillte drejtësinë dhe do të shërbente si shembull në Shqipëri që më njerëz që përdoren si mish për top nga politika për të marrë pushtetin apo për të mbajtur pushtetin, mos ketë më histori të tilla në Shqipëri. Ka kisha zoti Rakivi për Tani kam 3-4 pyetje që duhet përgjigjem shkurt sepse bie gjumë popullore. Tani, Bie sheqeri. ndërkohë Edi Rama bën sikur e do shumë spakun dhe reformën drejtësi. Se bën të kundërtën e doktorit të Preç, siç e ke vënë redi. Ç'më mendoni për qendrimin e tij? Është qendrimi sinqert kjo që sikur e do spakun apo jo? E do thua ti spakun Edi Rama apo kanë krijuar mosën e Frankensteinit edhe? Edi Rama Po i është hatani atë. armiku numër 1 i Do SPAK. flasun i parë. Armiku numër 1 i spakut. Është armiku numër 1 kaq them gjë. Jo gjatë Preç. Ka bërë shumë përpjekje Rama që ta kastrojë SPAK-un, ka marrë dhe nisma ligjore, ka ngritur një komision të cilin e penguan pastaj që funksiononte partnerët. Se këta po më shikojnë. Ka folur ai i pari për Po më shikojnë si armik gradualisht. Nuk do të vazhdojmë shumë gjatë. Po, Shikojnë si armik. por ai nuk ka që i bën SPAK-ut. Do thënë, nuk ka që i bën. Dhe si thonë në asaj fjalë surt që Do me thënë Rama thua ti që e krijoi vetë nuk ka që bën. dora që nuk kafshohet puthet. Puthet, do me thënë po put dorën, thot Bushat Preçi, dorën që se kafshon dot, Rama e put. Ti që mendim ke? Në fasad Rama ka mbajt qëndrim korrekt. Pavarësisht çfarë mori ka pas, ka thënë unë e mbështes, unë e krijova, Jo, e lë. telefonin, mos harro telefonin. Si? Telefonin. Me, ato janë batuta qëndrimit dhe deri Aty që sot. doja i si ishte batut. Dhe deri sot, thuash të drejtën, pavarësisht në i batutet vogël në i qëndrimi, nuk është bërë Rama pengesë për SPAK-u. Apo jo? As nga të vetët, as nga... Unë, të këtu ndaje me Preçi, unë them se lëvizjet e SPAK-ut i kanë shku gjitha në favor, prandaj s'është bërë. Po kjo është interpretimi im që s'ka rëndësi. Rasti Balluku po duket si kur po kryon një thyeri. Këtu do duket si do sillet Rama vërtet. Sepse edhe unë që ri në çdo studio duke bërë kritikun e SPAK-ut, unë ata të SPAK-ut i di aq pa dinjitet, se nesër vjen një kaubojs dhe ja u ndron drejtimin fare, njeriu që i shërben, si që i shërben Ramës, mund t'i shërbej dhe një gringoje nesër. Gjithmonë kurriz drejtësisë. Pra nuk e përjashtoj që këta nesër prap kurriz drejtësisë mund t'i kundërvjen dhe Ramës, ore. Po këta një gjë është e sigurt drejtësi nuk bëjnë. Unë kam një opinion tjetër, sepse ne gjithmonë SPAK-un e marrim si strukturë vertikale, që gjithmonë i kontrollon kryeministri drejtuesin e SPAK-ut, drejtuesi i SPAK-ut gjithë prokuror. Në fakt ata janë prokuror që në vetë kanë totalisht pavarësi dhe do shkojnë në punë ata se të skuqet faqja pastaj. Po nuk kanë në drejtë më drejtë këtë drejti. E kanë statusin e vet. Po atyre të parëve nuk i skuqe. Vetëm këta janë qenie me faqet. Kanë më shumë mbrojtje ligjore, kanë totalisht pavarësinë, ata kanë vetëm përfaqësim administrativ nga kryetari i SPAK-ut. Nuk kanë asnjë lloj varësie. Kanë krijuar një koshiencë punës që po bëjnë. Eksakt, se të krijon vetë statura të jep dhe forcë, të jetë një forcë brendshme. Jep ligji, të jep dhe statura. Se ne gjithmonë i shohim ata si ca njerëz të kështu të ndrydhur, pastaj kur ndërmarrin ata veprime që ne na habisin, më të garantuar, më të mbrojtur. Dikush i ka fut. Në fakt ata janë
komandu aty që ndërmarrin këto veprime që të na befasojnë. Po bëj kryen detyrën. Po të bëj na befasojnë, pra se po ti kishin parashiku, domethënë nuk do ishte më strukturë speciale me statusin special, me forcën që jep ligji etj etj. Kështu që unë mendoj që Rama në këtë kontekst, derisa e ka prodhuar si qenie politike, pra me politikën e vet brenda programit 2013-s, nuk e dia ka parashiku këto pasoja që po ndodhin, ndoshta kishte parashiku pasoja më të vogla ose edhe më të mëdha. Çështja është që kjo është evazive, nuk jemi dot në trurin e Ramës, çfarë kishte Rama kur projektoi SPAK-un ose SPAK-un. Reformën drejtësisë, SPAK-u në fakt është vetëm një element. Vendimet i merren në fund fare gjykata dhe ne kemi gjykatë speciale në këtë rast. Dhe nëse SPAK-u ka një sukses, suksesi i SPAK-ut është që ka nxjerrë jashtë loje gjykatën, se ne nuk kemi parë deri më sot asnjë thyrje të vendimeve ose të kërkesave që çon SPAK-u në gjykatë, dhe ky është një problem. Pra ne duhet merrem më shumë me gjykatën speciale se sa me SPAK-un. SPAK-u ka drejt ndërtoj 200 akuza, 50 akuza, 700 akuza. Gjykata është ajo që neve na intereson, sepse gjykata mban standardin. Ne ndërkohë kemi kthy edhe për shkak të nevojës debatit, edhe për shkak të thashë themeve, edhe të narrativave që bëjmë me njëri tjetrin, kemi çu SPAK-un në kulmin e gjithë projektorëve. Ndërkohë gjykata është ajo që vendos, gjykata rrezon SPAK-un ngjes drejt darkë. Edhe te rasti i Ballukut, gjykata mund ta rrezonte SPAK-un, ose mund ta rrezoj praktikisht në apel, me që për këtë gjë u mblodhem sot. Pra është gjykata ajo që vendos standardet e veta. Dhe me sa kuptoj unë, nuk janë prokurorët të tredhur ndaj Dumanit ose në nënshtrimin e Dumanit. Është gjykata që është në nënshtrim psikologjik ndaj SPAK-ut. Pse? Që shta Dumani, këta bëjnë atë që sepse ne. ka gjyqtar të cilët e kanë integritetin e vetë jo të pastër. Pra, kur kaluan vettingun, nuk janë aq të pastër sa që duhet ishin. Pra, janë të shantazhueshëm. Dhe ata prokurorët e SPAK-ut, ata prokurorët e SPAK-ut i thonë, për shembull, ose nuk i thonë gjë fare, po kuptohet që edhe mund të thonë gjë, dhe pastaj vendimet pasojnë ato që ne kuptojmë kur kanë ndikim politik. A ka përpjekje shumë shkurt për të goditur SPAK-un? Ka plot aludime që kur të mbaroj mandati 11 prokurorëve, SPAK edhe mbyllet. Ju si mendoni? Se ndoshta këta janë të gjithë duke menduar që kanë bërë një gabimor. Dhe këto lajme që dalin tani janë përpjekje për të intimiduar SPAK-un, nuk diskutohet. Domethënë përpjekja është e vazhdueshme. Ti ke një komision që është ngritur për të kastruar SPAK-un. Komisioni i kastrimit të SPAK-ut. Është kjo. E drejton zoti Xhafa. Nuk është më, jo. Po ka qenë. Jo ishe alarmi remi fanatikve të SPAK-ut, sa i nuk polli asgjë. Jo, ishte pse. U bë një zhurmë, do e shuaj. Jo, më jam dakord. Dakord jam, por Ramës... Kemi një margaritar që po na e vjedhin. Ramës ja besoj fjalët dhe Rama është shprehur në takimin që ka bërë me rektorin e Universitetit të Bujqësor, kur e mori SPAK-u, kur vajti SPAK-u dhe bastisi universitetin, që ka arrestuar disa shkelsa tenderash, tha që mandati 4 duhet mandati i standardeve në drejtësi, duke etiketuar, duke shigjetuar drejt për drejt SPAK-un. Dhe unë e besoj Ramën, unë e kam mundur. Okej, po jemi shumë shkurt. Rama në vetvete... Po nuk ka më debat tani. Se cili kërkoj mendimin e se cili. Rama e ka thënë këtë publikisht, nuk u fshe fare, tha duhet mandati standardeve në drejtësi, tha mandati 4. Dhe targeti është tamam SPAK-u. Pa targeti i Ramës. Pra target është SPAK-u. E mendoni që mund t'jetë target? Se ti mos të tani që Amerika e mbron pastaj dhe nuk bje SPAK-u se... Po e ditë ti përgjigjen time të ashtë... Jo, mos e thuash të Amerikës ama. Unë them ti bëre një pyetje drejt për drejt dhe përgjigja është drejt për drejt. SPAK-u do vazhdoj, nuk e ndalon dot Rama SPAK-un, nuk e ndalon. Kur të mbaroj punë do mbyllet SPAK-u. Pa mbaruar punë nuk mbyll. S'ka kush mbyll, nuk ta mbyll kush. Unë mendoj që SPAK-u deri tani ka shërbyer Ramës, por një ditë mund t'i kthehet kundër. Unë mendoj që Rama sa më shpejt i iki nga drejtimi i vendit aq më mirë i bën Shqipërisë, por i njoh një merit. Rama ditë ta lexoi edhe fushën politike, edhe të çka ndodhur përreth. Dhe në Rumani, në Kroaci, në Kosovë me gjykatën speciale po të deshe. Kush ka dashur t'i kundërvihet asaj që kanë vendosur ndërkombëtarët, e ka paguar në lëkurën e vet. Dhe gabimi më i madh që do bënte Rama
ishte të hapte luftë frontale me SPAK. Ajo do shka... Dhe prandaj Rama se bën këtë, prandaj... E bëri, po e korrigjoj. Der tani është Denis, ti si- inteligent, jo luftë me batuta më. Tani më falë. Le po të ka mendimin e... Po tani të... Ndryshimet në kodin penal. Qa e dini ju? Po s'kemi kohë, më. Për kë vinë ato? Që s'po e Okej, bëna. okej. Denis, ti si Ndryshimet e në kodin ke? penal janë pikërisht për ato... Është për ato- target që tha pano... Për ato subjekte që targeton SPAK-u. Se për qa mendoni se bën për ato bullallëqe që dalin në përmendje, diskutojnë? Tani praktikisht... Ku ka më sulm më frontal se kjo? Pranojmë që Berisha dhe Rama po punojnë bashkë kundër SPAK-ut. Po, se sigur. Për disa gjera kanë punu bashkë ata? 100% 2008 ata bën çardeshën bashkë. Zoti Ylli nuk kanë kohë. Unë po them vetëm kaq që Rama... Jo, se është e rëndësishme, jo, mba shnim të prezit. Po do ta them më pastaj. Se ishte batut kjo. Nuk kanë kohë thua. Për të ndaluar. Do me thënë i marrin të dy këta thua ti. Edhe nuk Berishën edhe marrin dhe Ramën thua ti tani. është më e gjatë SPAK-u se Tani pyetja e fundit fare dhe ikim se ndërkombëtarët tani në rastin e fundit me Ballukun fushat i hodhi një dyshim që ndoshta edhe Amerikanët e krijuan SPAK-un këtu me detyrim, këta e morën si lodër, sikur krijuan një lodër, dhe tani lodra është kthyer në një gjë, shpesh në një gjë që tani këta kanë filluar të tremen. Po tani të uajt janë këtu, së në janë Amerikanët akoma. Pse pas Amerikës me Amerikën e Trumpit, ne kemi një Amerikë që nuk kuptohet... Kemi disa Amerika, pra. Shkurt. Nuk kuptohet ç'bën. Kemi disa Amerika. Shkurt, shumë Amerika aty. Shkurt. Janë siç kanë qenë. Se tani për shembull këti i tha presidentit të Ukrainës ky i tha jep tokat. Edhe mbaron lufta. E kupton? Edhe thot shkurt dhe na çon në Ukrainë. Kemi Amerikë tjetër, po jo u habita. Shkurt, tani, në këtë moment që flasim, janë këtu siç kanë qenë. Një lloj si në... Amerika është tu, thua ti. Siç kanë qenë, dhe kur thashu nuk kanë kohë, në kuptimin që karriera e Berishës dhe e Ramës nuk mund të zgjasë saj SPAK. SPAK-u do vazhdoj për te karrierës tyre. Pra ne them s'kan kohë. SPAK-u vazhdo ka gjatë tu. Për fatin e keq që atyre që do anë, Amerika është kthyer në SPAK. Amerika nuk është gjithmonë e drejtë, bën dhe gjëma, por Ti thua që është aty, jam e thua prej. që është Amerika. Janë kthyer fort. Ju si Biles kanë thirr këta të opozitës si kanë tundë dhëmbët mos shani më SPAK-un, i ka thënë se Po Berisha tim ne çfarë do bëjmë. Po prandaj po vazhdon Berisha se i kanë tunë dhëmbët. Po Berisha është di Amerikën. Okej. Nuk janë ndryshon Amerika mendjen doktorit. Doktori këtë se ai është i manitshëm për të shpjeguar. Berisha është vetë Amerika, pra. Berisha është vetë Amerika sipas logjikës Nuk e Bushat. Do me drejtë thënë, SPAK-un, po Amerika thua ti Deno është aty? Rasti Balluku që po bëhet pa lejen e Ramës tregon që ata janë aty. Se ç'mendon Evropa e penga komisionerja. Ndoshta po, Buxhetet, kur unë shpesh se vetëm avokat Ej, gjeta. pastaj ne flasim kot. Këte kishte shkruar sot dhe batoni që te Balluku janë Amerikanë. janë amerikanët. Po, se batoni- Lozur. Pas ka gjetë batoni. Po e thoj, po e thoshte e kanë... Se bëjmë misioni. Po diku e ka dëgjuar, po batoni diku e ka dëgjuar tani ti se nuk e shpik vetë ai. Se ti po flet tani, o Deno, të Edhe lutem. batoni njeh amerikan domethënë. Tani me këtë citat ju tani ndoshta unë nuk kam një mendim të qartë, po do ta bëjmë të qartë në emisionin që do vinë. Dhe ndoshta janë, ndoshta s'janë, të jap atë përgjigjen Koha klasike s'qaron. që kam unë, Diku varen, bra. që më bënte, më bënte përkthyesi që ne duja që kishim atje, që sa herë pyesja unë thoshte ndoshta po, ndoshta jo, për një gjë. A nisemi nga Shangaj në Pekin me tren apo me avion? I thosha unë pret. Ai ikte bisedonte 40 minuta dhe kthej dhe thoshte ndoshta me tren. Po 40 minuta. Po, Nderuar të rishikues, po më kështu thoshte. Iku se iku popullar. Zoti kryetar thoshte ndoshta me tren, ndoshta me avion, se vinim si grupe gazetarësh. Tani, nderuar të rishikues, kaq ishte për mënyrën e sotme, asnjë fjalë më tepër nuk do të them. Falenderoj të ftuarit të gjithë. Faleminderit shumë nëse na ndoqët, natën e mirë.